Përshëndetje miq të mi të dashur, mirë se po takohemi me një tjetër emision të emisionit Në Votër. Kënaqësi shumë e madhe, ju e dini që për çdo javë tashmë e kam bërë traditë që me udhëtu në përfshatra të trojeve tona. Kam thënë në disa emisione më hershme, vetëm të kontrolloj pak frymën, falni. Kam thënë disa ditë më herët që do të dalim edhe përtej. Kur them përtej, jemi këtu, gjithmonë aty ku folet shqip. Sot jam në Shqipëri. Konkretisht në fshatin Fisht, e jo rastësisht, sepse sot është ditëlindja e atë Gjergj Fishtës. E pikërisht jemi në këtë fshat. Ju patët rastin me po pamjen nga ky fshat, qetësi që nuk ka shumë banor, por ata të cilët kanë mbetur, mbase kanë vendosur që t'ja rikthejnë edhe një herë tjetër jetën këtij fshati. Duke pasur parasysh që atë Gjergj Fishta tashmë e njohim se kush është dhe kush janë veprat e tij e që mbesin të pavdekshme. Mbase për banorët edhe të parritshme, sepse nuk mund dikush tjetër të jetë edhe një Gjergj Fisht i dytë. Jemi rritur me fjalët e tij, me thënjet e tij, të cilat janë po aq të mëdha e që ju patët rastin me i pa nëpër tabela informuese që vinë deri këtu. Padoshtë me zgjatë shumë, për te kënaqësisë madhe që kemi udhëtuar sot së bashku me Denemirin, jemi në Fisht, e kemi me taku njerëz, e që për herë të parë është bërë edhe shtegu i Fishtës, e që këto bujtina kanë hapur dyert e këtij fshati për vizitorët të cilët nuk janë vetëm kosovar, ose nuk janë vetëm shqiptarë, më mirë të themi, por kemi edhe nga Macedonia, kemi nga Gjermania, e madje fshati Fisht ka sjellur në vete edhe njerëz nga Amerika dhe nga çdo cep i botës. Nga krye historia e këtij fshati që është Gjergj Fishta, e mbi të gjitha historia e këtij fshati. Ku i ka banorët Fishta, më mirë të themi, ata të cilët disa kanë dalur në qendër e disa vazhdojnë që t'jenë këtu, sepse kanë vendosur me ju dhonë falenderit shumë, kanë vendosur me ju ofru jetë edhe një herë tjetër Fishtës. Falin qoftë se zgjata shumë, po njerëzit janë shumë dashur edhe në këtë zonë, e ne sot po ju marrim me vete në gjithë këtë emision të cilin e kemi përgatitur për juve, me historinë e fshatit Fisht. Mirë se ju zgjeta në Fisht. Mirë se erdhe. Kënaqësi fort e madhe, po thëm fort kështu se po e ndi prej shpirtit, edhe ju rrit nera po e bojmë një gëzur kështu. Gëzuar. Edhe me juve. Gëzuar, mirë se erdhe. Ragjia është që e kultivoni ju. Po. Ragjia jona. Ju lumshin kamt. Ej, marbor. Ja është për meraklia nuk është hiç. Ja është për merakli, kush ta mën e dënja e. Ja, është edhe për tonë. Për mos mja prish qefin. E mirë. Si jeni? Mirë. Mirë, shëndeti, gjithçka mirë. Jemi në ditët fishtjane. A ju kemi këtu, s'po them për çdo ditë, po mbase çdo edicion që mbahen këto ditët e Fishtës, apo si qëndron puna vëlla? Po. Çdo përvjetor të lindjes së Gjergj Fisht, poetit ton mallkombëtar, sot është 154 vjetori i lindjes atë Gjergj Fishtës. Me 10 dhjetor 1871 ka lindë Gjergj Fishta. Janë figura të larta të kombit shqiptar, figura që lindin rrallë për kombin shqiptar. Jashtë bashkanit, figura të tjera Skënderbeu, Gjergj Fishta. Pastaj Nën Tereza mas këtij, një figurë e madhe kombëtare. Ne çdo vit e festojmë për vjetorin e lindjes së tij, festojmë edhe datën e vdekjes që ka vdek me 30 dhjetor të 1914. Çdo gjë i përkushton. Gjithsesi, shumë mirë që po e dishe historinë, shumë mirë që je falenderues, po Në gjaku ati. absolutisht që po. Çfarë po bëni ju këtu? Po i pritni musafirët, keni dalë në mënyrë vullnetare apo vullnetare. është një farlloj kontributi ju që e bëni në këtë formë? Kjo pritje që po bëjmë në sot, ne e bëjmë çdo vit. Deri sot të momente
kanë ardhur nga gjithë tre shqiptare, nga Malizi, nga Shqipëria mesme, nga Kosova, nga Prishtina, shkolla e mesme, një shkollë mesme e Prishtinës, ja ishte një shkollë mesme, nuk kujtohet e emni tesh, se ishte vajza e Recep Selimit me to, nuk i një shkollë mesme. Do një shkollë nga Kosova, nga Kosova, nga Prishtina. Kanë ardhur për vizitë. Kanë ardhur pa vizitë, kena pas me qindra vizitorë sot. Apo ka për çdo vit, unë e di që çdo vit bëjmë për vitorin e ditëlindjes së Gjergj Fishtës. Sot është dita e parë, i aktivitetit. Po, është dita e parë e aktivitetit sot. Sot. ky zotëria atë pëlqej djathi. Djathi, petlla, bjarda, gjitha. Ha të bashkohu pak këtu me ne, me qenë se ke kalimtari i rastit, bisedojnë edhe pak me ty. Na vizitor si puna juaj. Hajde, vazhdo. Shumë mirë është vizitor. Edhe më mirë. Është, më prezantoj. Jo më s'ka gjë. Unë Unë erdha nga Është një studius, është një studius. Unë erdha nga Shkodra. Është një dashamirë si veprave shqipe. Fiks. Ka, prandaj ka orë sot Fishtës. dhe ka vizituar të Fishtës. Di shumë Pa, Emri juaj zotëri? vepra të Fishtës përmendsh. përmendsh. Nga që e kam pas unë jam nga Shkodra, Ernest Marku. Thjesht pash këtë që kishin publiku këto, edhe erdha, më shtiu kurioziteti erdha. Rëndësia e Unë ditëve bravo të ju qoftë Fishtës. se kanë bërë një punë me të vërtet mrekullueshme, Falënderit. që se bën kërkush. Falënderit. I nderuar, rëndësia e ditëve të Fishtës për ty ndoshta si individ ose mbase edhe për gjithë popullin. Për mu Fishta është poeti kombëtar, për mu është më i rëndësishmi, i pazëvendësueshëm. Na kena poet si Kadareja, Agolli, po për mu Fishta është mbi gjithë. Kështu që për Fishtën Figura tjera lidhin rrallë, rrallë, lidhin rrallë, një herë në shekull. Ka fiks. një në shekull. Të falemderit shumë, në falë që të ndalim kështu se doshta me... Ai një diçka me zvetë Ne vëllazër. po har petlla. Që urnos edhe unë ho bashkë me ty. Edhe unë ho bashkë me ty. Ai një vëllazër? Jo, na Jena Fëmija, stërnipat e Gjergj Fishtës. Stërnipat? e Gjergj Fishtës. E po, peshe që pse s'po tregoni më herë ato Era i një knaçi. gjak, era një gjak. një zak. Po. Edhe kjo është arsh, po du me ditë për këto sërë që edhe zotëria në fjollë, vetë se po i shijan, a i bëni veti, i kultivani... Gjithë e bën. Gjëna Do bio të që gjëgja bio. Prodhimet Të gjitha janë bio. Të Janë fshatit të bio. fshatit, prodhimet që i Tona. bëjnë këta. Lutëm shërbeu edhe ti se tani po Se thu... kena edhe vendet tjera ku më shku. Kini edhe dy Keni vëllezër. duma takime Kena tjera që duma të bani. tjera. I ka Në duma takime. Duma takime jo shoshën atë tabela. Gjatë tërë ditës jena së bashku, kështu që falemderit për mikpritje. Hajde, Na shqiptarët e kena ashtu mas mirë, që dina me pritë dhe kjo është më e Zoti mirë. mori për. Nderuar, miru pafshim. Ju Me zonjën tuaj, a mund të bisedoj? Ju vllazë kosovar do të thonë, megjithëse emrin inshallah amroj me bëjmë. Pa ma dhonë lejen ti nuk guxoj. Andaj. Zoj! Inshallah emrin amroj me bëjmë. Po. Bash. U shku. Nderuam, jam shumë i lumtur që bisedova me juve, ju shkov që s'kam mbar. Edhe më mirë që po flas me një gjak edhe më të afërm të atë Gjergj Fishtës, me qenë se jemi në Nuk ka ditëlindjen e kam tij. ma avshën ne. Ne jemi televizioni Arbëria nga Prishtina dhe vetë fjala Arbëri. Shlosh. Bashkë me juve, çfarë them. Unë po e shijoj vetëm edhe pak se që u pika me mjalt ose deti hojna, a keni mo? Po sa dush ke? Bëni me, Sa dush? Ma me rakli që po i ftoj edhe dët që janë mbrapa kamerët e kërkojnë. Na kena me prit 4 ditë rresht. Ju lumt se Edhe ndoshta inshallah pak... vjen edhe më tepër nuk po. Jo, ball pas kanë orë, po uroj që kanë marrë Do ndër. të kena. Ju lumt shëndur për gjitha këto kultivime që i bëni vetë edhe vjetoni vetë në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit. Çon po e marr edhe pak djath. Djathin e ke djathë jetë. Urem. E kena bon thjet. Ani ju bani. Edhe ju bë. Faleminderit kaq. Jo bon. Vetë sa kena fillu në fshatin Fish Po, në normal. këto ditë feste. Rrinja Ju po i ashtu, po. cilësoni ditë feste, kështu që edhe po, ne mirë festa se kena është. orë në këto ditë feste. Ky është djathi që e bojnë këta dy zotëri e ne takohemi vetëm pas pak, ama vetëm pas pak.
shtëpinë e pabanuar të atë Gjergj Fishtës edhe si po shihet mbrapa meje, shtegu i poezisë fishtiane fillon këtu. Para se me hy, sigurisht që është me bileta edhe kam knatësinë, po besoj me bisedu me njërën prej atyre që po besoj si jemi, faleminderit, mirë se ju kemi zgjetë në Fisht. Mirë se ka për zoti. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Po besoj prej mëngjesit deri në këto orë të pasditës, je këtu të tregon pak. Pika por ndale telefonin, s'ka lidhje. Se e di që ke shumë punë. E nisim në orën 11 deri në orën 4 të pasditës. Këtu kena është hera e parë që jena tu e bë këtë vit. Këtu kena edhe biletat, tek pjesa e parë është harta që të shpjegon krejt shtegun. Shtegu fillon prej këtu. Janë tabelat sinjalizuese që të shpjegojnë rrugën. Gjithashtu gjatë rrugës janë edhe pjesë nga veprat e Gjergj Fishtës, pjesë shkputme. Pastaj kalon në zemër të fshatit, futesh tana bujtinat, hapi ndyrët sot, edhe presin me produkte të ndryshme tradicionale dhe me pije tradicionale. Do thotë vizitorët që vinë kanë mundën edhe me bujt këtu. Me najtë, me qëndrum. Po, nëse kena dhoma të lire pa tjetër, po sot munden me vizitu, me i pa krejt shpijat, me pa mikpritjen fishtjane. Tregon pak për të interesuarit deri më tani, a kemi njerëz nga të gjitha trevat, prej orës 11 për kur o hopët, so ke mujt me evrej? Po, realisht nuk kena shumë që kena vazhdu, po deri tash shifet shumë mirë. Kena prej krejt Shqipnis, prej Kosovës, gjithashtu kena edhe të huj. Biles të parë që janë kenë Gjerman. Port kanë qenë Gjermanët që ju ka interesu. Emri juaj më falë? Ornela. Ornela, dush me qene e fshatit Fisht. Po, jam prej Fishte. Po du më të pyt pak në personale, si është me qene Fishtës, duke pasur parasysh që vetëm pak metër në fakt në ndonë edhe shtëpia ku ka jetu një pjesë të jetës atë Gjergj Fishta. E re e këti vendi, e shumë e re, tregon pak për ndjesit e tua. Realisht është fat shumë i madh për mu me kenë prej Fishte, me kenë vajzë Fishtet. Krenari e male edhe realisht jam shumë e lumëtor. Nëse do kisha desh me zgjell ku me lind, kisha zgjell Fishten. Edhe aty e pa tjetër. Sa i përket biletave, po kthehemi prap, a ka ndoshta ndonjë lirim prej pagesës për ndonjë mosh apo? Për fëmijët është falas, ndërsa për pjesën tjetër është 10.000 lekë. 10.000 lekë. Po, ndërsa për fëmijët është falas. Gjë që po besoj nuk u i prish punë për gjithë ata të cilët kanë ardhur deri tash. Patjetër që jo. Adem, ideja është ma shumë me kthy jetë fshatit, me kthy atë jetë që ka nevojë. A ka jetë Fishta jashtë ditëve të Fishtës? Po. Banorët, njerëzit? Po, këtu në Fisht janë hapë 7 bujtinat ndryshme. Është Mrizi Zanave, Oazi Fisht, janë 2 restorante. Edhe realisht ka lëvizje fjatë. Po, është kthy mirë edhe po do në që çdo ditë adin me u kthy sa ma mirë. Ornela, pata shumë knatësinë që bisedova me ty, po du me u pajis në qoftë se mundëm me njërën për kësoj me ndjek edhe pikat, edhe po besoj edhe biletën. Pa tjetër që po. Do ta japim që me na ofru, i kemi 12 në qoftë se nuk ka boma, po jo që kemi me i vizitu edhe me i po. Po, janë 12 bujtinat ndryshme. Fillon prej tek shtëpia ku ka banuar Gjergj Fishta, pastaj ndalesa e dytë është memoriali i Gjergj Fishtës. Po, tek vendi ku ka leja Gjergj Fishta. Pastaj ndalesa e tretë vazhdon tek guest house-et. Si në shtëpi tënde? Po, gjitha guest house-et merren me radhë edhe ti kalon përmes fshatit ku janë hap tana dyrt. Rënofshi ton jetën. Faleminderit, madhërat ju utëm këtë. Edhe biletën e krym vetëm pas pak sot, po dojshim me u knoq për banorët e Fishtës, ose siç na tha dhe Ornela që kemi në fakt shumë. Edhe të parët që e kanë hapë këtë shteg janë nga shteti Gjerman, edhe kjo është një gjë shumë e mirë që për atë Gjergj Fishtën zoni i tij njihet edhe jashtë vendit dhe jo vetëm. Vali, kemi 12 shtegët që kemi me vizitu, me qëndru në fshatin Fisht, edhe po besoj është një kënaqësi shumë e madhe edhe privilegj për mu që me qenë në fshatin e Fishtës, e veprimtarit shumë të madh të trojeve shqiptare, i cili në fakt deri në fund të jetës së tij, për te veprave të tij që tash kanë lodhur gjurmë, ai luftoi që me qenë natë bashkum. Në ty menoj kur agon drita, kur bilbyli mallshëm kënon. Në ty menoj kur sose drita terri botën e mbulon. Deri sa të mundëm me ligjrue, e sa gjallë me më frym unë jam.
kur Shqipënis ka më të harrue edhe në vërë me të përmend kam. Të janë fjallet e Gjergj Fishtës. Dini vazhdon me pamje e ne shkojmë drejt së drejti në shtegut e para që janë tashmë të planifikuara për ditët fishtjane. Përndryshe vinë pamje super spektakulare nga natyra e këtij fshati. Po na thonë që ka fillu me ardh jeta këtij fshati, ka fillu me u gjallnue, po flas sikur edhe këta vet po folin, sepse janë ndërtuar villa të ndryshme që njerëzit më ardhë me i shfrytëzue për me qëndru edhe për me marrë ajrin e pastër që e ka natyra e fshatit Fisht. Po vazhdojnë atë diçka tjetër, sepse kemi me taku memorialin e atë Gjergj Fishtës, ku kemi edhe këtu me ngrënë diçka po besoj. Këtu është edhe një poezi tjetër, prandaj pra ne doni fisin, mali, bregu dhe malësia. Prej njaj goje sot brohorisim me gjud vetëm rënoft Shqipnia. O, çfarë fjalë bugra të pastra shqipe. Për ndryshe nuk e di e përmendi edhe Ornela që ky lloj i shtegut ka fillu pikërisht për këtë vit, anipse brenda 5 viteve të fundit bëhet edhe çmimet për letërsi në ditët fishtjane që keni pasur rastin me pa edhe atë material që kemi qenë këtu. Nuk e di, ka me pas fatin me taku njerëz të cilët kanë ardhur për këtë ditë këtu, po me sa po duket interesimi është jashtëzakonisht i madh, edhe po besoj që kemi me taku ata njerëz. Në fshatin Fisht, për ndryshe të nderuar miq, po nalem pak shkaku që dinin mos me e lodhë dhe shumë. Në fshatin Fishtit që edhe mundin me e pa për nga pamjet, fatkeqësisht nuk ka shtëpi të banuara siç jemi mësu në përfshatra të ndryshme me i pa të paktën që mund të ketë diku. E kemi një atje larg, por që është e pamundur me pa. Për mbase brenda në thellësi të fshatit edhe mundemi me u taku. I kemi instruksionet se ka duhet të shkojmë për tek shtegu, po dalim dhe atje dini ju ofron pas pak pamje. E ne takomi në pjesë të tjera të këtij emisioni që sot jam shumë i lumtur që jam në Fisht të Lezhës në Shqipërinë mëm. Kjo është oza. Tash që u ba Shqipnia, do të mu ba edhe shqiptarët. Kur u shpall pavarësia e Shqipërisë me 28 nëntor në vitin 1912. Një pamje, një shtëpie që është ndërtuar me gur, kameramani dini po ofron në këto momente për atë sa mundet me e kapë. Pothuajse i kena ardhur në fund të 12 shtegjeve që janë para pa për herë të parë brenda këtij viti që bëhet në ditët e Fishtës, pra këtë edicion të vitit 2025. Jemi pothuajse në një lartësi ose më mirë të themi jo në fund të fshatit Fisht, por që u ndalëm tek këta gur, e të cilët e kanë një simbolik pse janë të vendosur pikërisht 13 gur këtu. Dua ta përmend sigurisht që për me mundësu me ardhur deri këtu, nuk e kam përmendur ndoshta në fillim të emisionit, po du me përmend ISP Broadcast që mundson edhe kum paralajmëru moti që
kam na mundësu me dalë edhe jashtë Kosovës edhe me i përfshitë gjithë fshatrat e votrës tonë, të shqiptarisë tonë më mirë të themi. Pranë meje edhe në këtë rrugtim që nuk ka qenë base i gjatë me kilometra, po na ka dogë sigur me qenë 1 orë, ka qenë edhe qëndrim kryeziu që a i tha që mund të më dhonë me folë për këta gurë, edhe sigurisht edhe me shfrytzu pak për me pushu, po ne jam shumë i lumtur që e kemi sot pas veti edhe më na tregu më shumë për këtë troje. Në fakt din shumë, edhe pse nuk i ka 80 vjetë, po për atë vite so ki din këqa shumë. Ta që si kam 80, Jo ti mund është mi pas me hi ka so dush. i kam 8.000. Qerë, falemderit që ju ke bashku këti rrugtimi, për një me shumë i mirë edhe me qenë me aq vlerë, si sot kemi qëllu pikërisht në ditën e atë Gjergjfishtës. Jo rastësisht u ndalëm tek ta gurë, cila është domethënia në fakt. Unë falenderoj për ftesën që ma ka bërë kryetari i Bashkisë Lezhë, zotri Pjeri Ndreu dhe miku im Paulin Zefi, sepse isha sot në një ceremoni përkujtimi për të madhen atin e shkrimeve tona atë Gjergjfishtën, sepse pa shkrimet e tij ne vështirë që ndoshta edhe do të kishim folë sot këtë shqipe të rrjedhshme, ose do të ishim asimilu, si që janë asimilu një pjesë e madhe në Maqedoninë shqiptare, apo në luginën shqiptare që kemi në luginën e Preshevës, ashtu edhe në Malësi e Zez, apo në malin e Zi, ku kem plot shqiptarë të cilët i kanë shtu prapashtesat e mbiemrit Gashiq, Markovic, që të gjithë janë pothuajse shqiptarë. Dhe në një kalume tafërt ka ndodhur gjithë ky revolucion ndryshim. Edhe ne jemi shumë fatlumë që kemi pasur atë Gjergjfishtën dhe të gjithë ata pris, ata rilindas të cilët në Kongresin e Manastirit vendosën dhe të unifikohej gjuha shqipe. E pse jem të këta gurë këtu, u ndalëm pikërisht me pushu pak, edhe kjo simbolikë është simbolike 13 gurëve, ku 2 gurë kanë qenë gjithmonë të familjes kryezi ose kryesi që kanë hodheq kanunin në atë kohë, dhe për me besu diçka është desh mu betu para 13 vetëve që mu marrë vendim një anshëm që të vendosin nëse ishte i mirë apo i keq për në ndonjën palë, dhe këtu kanë konvendu dhe kanë vendos në këtë formë është edhe simbolika këtyre gurëve, që do të thotë e kanë pleqnu kanunin kjo zonë këndej. Dhe këta do të thotë 13 gurë, sepse është desh me dalë me bo be para 12 burrave dhe i 13 i ka qenë ai që ka vendosur Për mua provu diçka. për mua provu ose mu pranu një fajsi ose një pafajsi e dikujna. dikujt. Kështu që kjo është simbolika atyre gurëve, ndërsa Fishta është një njeri i madh i vendit tonë. Pikërisht për këta du më të pyet qëndrim edhe të ortë. Ikim, ku dush. Ecim për tjetër. Duke i lexu të martos është e ekipës tonë, tu i lexu këto çfarë thuhet në shtigje, në fakt ai luftoi shumë atë Gjergjfishta që trohet shqiptare me qenë të bashkume. Po du më të pyet si individ, mbase jo me fol në emër të gjithë popullit, sepse dikush varësisht pe i bindjeve që shikon në hujna mi bo këtë patriota, po ta them kështu shqiptarski, po çka është opinioni yt, çka mësum e çka harrum që atë Gjergjfishta luftoi për trohet shqiptare. Atë Gjergjfishta nuk ka luftu asnjëherë. Po më nej me veprat e tij, me shkrimet e tij. Ai ka shkru shkrime, ka qenë një nga dietarët më të mëdhej shqiptar. Gjergji Shpatës, Gjergji Lapsit, janë 2 gjergja që ka pas shqiptaria, që ka lënë krye vepra. Dhe duke pa këtë përqamje që edhe sot, kur jem pas 150 viteve, ne i kem këto probleme sot në shqiptari. Rast konkret e kem, s'po du me him politik, po qarës ki. Emisioni jam s'len politik qëndrim, po pak Na him. kem në Maqedoni, mbajtën zgjedhjet lokale. Qohet partia e Vlenit, bën koalicion me partinë slaviste të slave të Serbisë, koalicion kundër partijës Aliametit, që është një prej themeluzëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, kombëtare dhe të luginës Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Këta jem na morra. Qysh ka thonë Gjergjfishta, ma para bëhen bashkë 2 morra, së 2 shqiptarë. Po thu që s'bojnë bashka. Po kur jenë gjendje më boti me Mickovskin, e si jenë gjendje me përkrav vllavin tënë, shka me tonë.
është njerim. Është e njëjta ngjarje si në kohën e Gjergjit që ka ndodhur si në kohën e sotit. Më të pyet pak, unë po më lejnë është ta mund të me qenë pyetje pa logjikshme, po sepse e di, pak a shumë e di. Pse nuk mundet me kalon një javë pa orë në Shqipni? Për e men ashtë ta kom bo kur privatisht këtë pyetje, po... Pyetje pa lidhje, në Shqipni jetaj, edhe parë të në gjithë Kosovën, ku është Kosova, po më tregon? Kosova është, na jemi shqiptarë të Kosovës, qëndrim. Po vjen shumë shpesht, pak të në këtë anë. Na jena të jetu me një zonë neutrale, sepse vetë shtetës jemi, së pra një krejt bota, edhe zyrtarisht kufit si kem, është tokë shqiptare do të mbetet për jetë e mëtë. Një të afërt, shumë të afërt do t'i bashkohet trungut vetë në anës Shqipni. Kur? Kur e parashet ti? Unë e parasha ashtu si që ka para po nana e botës, nana Amerikë, në vitin 2032. Vitin 2032? Po, ashtu ka thonë është në raportet e State Departamentet edhe të CIA-s, sepse Shqipëria do të bashkohet në vitin 2032. 2028-2032 është koha kur do të bashkohen gjitha trojët shqiptare. Ani ne urojmë dhe shpresojmë që fjalët tua me dalë. Po shpresoj, unë besoj. E kur beson mirë o puna. Unë besoj, se kam mitë që na kanë informu, po i kemë disa politika gabume momentale, në daj ma shpejt në ndru, edhe më këthy ati ku duhet populli shqiptare. Unë e di që me ty njeri ka që ka me folë shumë, me që ka po thëtë që të atë Gjergjfishta. Djalli, po në Shqipni kam kenë, por sa ka kundë shqiptar, se kam dije këtë fjallë. Skënderbeu, si janë prash shqiptar të Shqipnia, si janë si i donë armiku i tyne. A pe kupten që a falën dhe i stash? Do të thëtë Ne jemi ashtu si që na donë armiku ynë, të ndarët e të softuar, edhe pse nuk jem të robruar. Kur Evropa dau me qitë Shqipnin shtetë veti, e ka lyp arsyeja që kjetë përcaktën të përbranda kufive të vetë natyrshëm e etnologjik ndër 4 vilajetet e monastirit të Shkupit, të Shkodrës e të Janinës, ku do të qiflite i gjuar Shqipe. Kështu që, po të kishte dasht, ka mujtë më mbledh me tanë shqiptarë dhe një skeptër e përbrenda rrethit një saj tokë që e patën trashëguar prej të pash. Më në fund, i takova, ose të paktën po i shoh me sy disa bujtinat që po i thojnë nga Kion, ose shtëpi që supozohet me pas banor, për ndryshe gjithë shtegu që vjen, nuk e di sa kilometra po e shën një zotëri atje mbas se kam me pas fatin me bisedu me ta. Nuk takova as edhe një shtëpi, madje as një njeri që shihet duke punuar. Fshati Fisht është pothuajse i braktisur, edhe pse nuk është larg qendrës së Lezhës, por që gjithsesi të paktën janë ata njerëz që ndrojnë këtu. Të paktën fshatin Fisht e lërgëzon vetëm ditët fishtjane për nder të atë Gjergj Fishtës. Kjo është një oazë, ose më mirë të themi një liçen i vogël, që është në fshatin Fisht, për ndryshe një fshat shumë i madh. E kemi edhe një tabel tjetër, edhe është tabela e fundit që do ta lexoj për ditën e sotme. Edhe të shkojmë mbas se takojnë dhe një njeri, se unë jam mësuar me taku njerëz. Dredha e djallit, pse sa është tjetër, si e kam kënduar nëpër librat vjetër. Veç padia dhe krenia që shkoj njëjt si trupi e hija. Edhe një tjetër varg i Gjergjfishtës. Një zotëri atje po bën fatë. Shkojmë din. Këto janë pamjet e bukura të pishave që nuk janë pisha si të ne në Kosovë. Janë tjera. Edhe mundsojnë me qenë një ajër
momenti që unë mos me ecë më kom në fisht, se ju më lodhë. Shërë na pret. Edhe vjen bili këtu, unë hypi për para ty pra pa me me mujtë. Ju nga tjeta. O mirë se ju gjetëm. Shkojmë. Din, a mund është me hypë fill mbra pa meje që basi rrugës edhe bisedojnë a pak? Apo nismi? Çfarë eksperience? A kanë hypë tonë? Ton, si jeni ju? Apo lodhi? Qysh eci dita sot? Ju po e konsiderani si fes këto ditët e fishtës, qysh e ka lutë sot edhe çfarë do me thonë ka për juve i ndërum? Për ne kajto me thanje se shpori madh i komit shqiptar, dhe jashtë muj fishtjan, tetori është i shpallur, por në sajtë organizimit mirë si ka ba mrizi zanëve, që është i parrikshëm. M'fal, ti je prej fshatit fisht apo? Unë jam prej fshatit fisht e kam bujtinet si në shtëpinë tane. Bashkëpunojmë me mrizin. So po ka të interesu më ndërum që sot me ardhë me vizitu këtu shtigje? Lot, janë pa numër. Prej cilit thanë mësë shumë ti? Rreth i Les, nga Tirana, nga Elbasani kanë qenë, nga Kosova. Po, për njerëzve jashtë vendit? Nga gjitha trojët, Gjerman, Zvicerian. Tu kena lokale edhe lokale tjera, si që është fillon hylli dritës, në një katon që huët Troshan e tje, dikur ka qenë shkollë aty të kisha, është lokali tjetër Hani Lex, vjen i to afër një licenit i to poshtë, ashtu oazi, janë të gjitha lokalet janë harmoni njani me tjetrin, dhe ne në sajet, ma shumë që ne kemi mrizin të afër, të gjithë janë bio, të gjithë punojnë, është nëjsi me shku, sa gjithë cili më i mirë se tjetri, por mrizi është i parritshëm në mënyrën e organizimit, në mënyrën e gjitha gjarave që ka dhe edhe pjesën e sektorit, të sektorit prodhimit. Në këta, unë kam pas shpijet në të shëgjirit, i ka shqit djali atje, kina ardhe kina ba bujtune. E shofim. Aja vlejti ndëruar? Po, më në eci, mujna me eci. Po. Aja vlejti me bo bujtin këtu? Po. Ja ka vletë të më vjen nga gjitha vendet e Europës. Edhe nga gjithë bota, se i kam pas edhe prej Ameriket, edhe nga Kongo, edhe nga Peruja kam pas. Edhe nga vendet nordike. Po, a? Po. Do të ke pas vizitor këtu. Kam pas vizitor. Për te i krye historisë që e keni tash me veprimtarën e madh atë Gjergj Fishta, ndër vite... Aja është Homeri shqiptar, ai është i parritshëm. Pikërisht. Është i parritshëm. Kjo është gjithë e jotja, apo jo? Pratim, po. Ullishta, ajo pjesa e A ke nxjerr këtë vit hiç ulli? Po, alo si ka marrë, e nda. Si ka marrë akoma. Alo, ende nuk është bo vjelja. Alo s'është bo vjelja, si ku kanë kokën ndë. Edhe kjo është pjesa jote? Po, kjo është pjesa eme. Dojnë bujtinët, dojnë 6 bujtinët. I ka ba djali për shef, gjithë bashkë, shef është djali vetëm. Edhe këtë kujtash, se ka e kam pas verore. Ja pasni rikthy fshatit Fisht jetën edhe njëherë. Për vetë faktin që keni vendos Pa tjetër. me e bro këtë bujtin këtu. Pa. Është pa shumë, është mundi malë. Është sakrificë, po jemi të knaqur me punën që është bërë këtu. Edhe të arriturat e juve, sigurisht. Po pësej, se kur bëj emisione për fshatra pak i takoj pak njerëzit që janë më në moshë, që e njohin historinë, e përmenda ka erdhëm që për te historisë që tashmë ky fshat është i të madhit Gjergj Fishta, me më tregu pak edhe për historinë e fshatit Fisht në ndërvite më pasen. Shumë këtu i ka dhënë impuls edhe me ndërtimin e shtëpisë Fisht. Si ka qenë, tu ka një kontribut të jashtëzakonshëm kryetari i bashkisë. A ka bo bashkia për fshatin? Bashkia ka bo gjithë shka për Fishtin dhe aq ma shumë për atë Gjergj Fishtën e madhë që i bo një shpinë dhe njofti se ka 30
30 vjetë që aty është lujt më ato troje, kur erdhi kryetari i bashkisë Pirin Ndreu, ai nguli kam dhe e bani shtëpinë e atë Gjershfishës. Dhe sot atje ka shumë vizitor nga gjithë trojet shqiptare. Çfarë ndjesi është për ty me i taku një fshati e që unë po besoj krenoni me emrin e atë Gjershfishës? Tregomi ndjesitë e tua. Është nësi e madhe. Kur përmendet atë Gjershfishta, është nësi e madhe. Absolutisht që po. Hajde. Dini, ju ofron pak pomje. Unë sot kam ardhur në Fisht për te historisë atë Gjershfishtës që e keni këtu, po edhe me vizitu si fshat edhe me paraqit përmes emisionit. Emri juaj më fal? Gjokë kam emrin. Gjok. Pa. Gjok. Gjokë Koka. Gjok Koka. Pa. Edhe njerë mirë se ju kam gjetë në këtë fshat, knatësi. Tu kam leje, jam rrit, jam 75 vjeç. Këtu je lind dhe je rrit. Pa. Këtu. Tregom pak mënyrën e jetesës, kur shohim, i keni alo dhe problemet që Pa ti e shef, mënyrën e jetesë e shef që janë shpijat. Jetesë duhet. Qa? Pse mbetëm kështu? Pse metëm? Po. Pse thuti? Tregom ti se je i këtuhit. Tregom ti se ti ballafaqohesh çdo ditë. Pse? Udhëheqja pra, ato kanë hiki, kanë merr shtëpiat boshkërit. Të gjithë. A keni rini? Çka veç shokët e mi kanë me këto. Unë me gjithë gëru. E rinia? Rinia kanë hik jashtë, të gjithë. S'ka njeri këto. Cilin vend jashtë? Prej në Amerike, në Itali, në Gjermani, në Greqi, në tëna vendet e botës. Me çka po merresh ndërum ti? Unë jam pensionist. Po besoj me punë të shtëpisë, halo mundesh. Punë të shtëpisë, kam i traktorët. Dalë nga herë mjedhi sa për pula, da gjana. Mani s'kena takat mua punon mua lopës. Bashkë më intereson një fshat me emër poshtë madh, Fisht. Bashkia s'o bani për juve ndërum. Si sen s'ka bo. Pse? Bashkia s'ban gjëmë. Dikush tha po, për shembull. A shikon rruga Lagjës jashtë, në Lagje janë 30 shtëpi këtu, që si jashtë bëhet në fyt këtu me baltë. As interesohet kërkush. Ujra të zeza s'ka sistem. Mora, ujra të zeza. E ujtë pijes? Në alon edhe pa, drita. I thikin dritat sa hetë dun. Pse bre, kur të menojsh që sa jeni shtet ju? Pse? Po ku shteti? Po jo, që 100 e kusur vjet jeni bo shtet. Ku shteti? Ku shteti? A i merë votat vet, i blen me lek atë e del kërë shtetit atë e ban çka të donë. Te na në Kosovë, kur janë zgjedhjet, nuk e di sa mundesh me përcjell këta liderët që janë për kandidim kryesisht shkojnë për fshatra, i vizitojnë, a bojnë edhe këtë çashtu ajo? Po, kur duhen me marrë votat vinë. Tjera herë ja, s'vinë me pa histu. Si qa a ban këtu. Këtu vish, kush a i zoti, hec për para. A i se ja s'munet, që është të sigur e ka lanë zoti. Mbetet që të. Sa fëmijë kiti personalisht? Sa? A ke fëmijë ti? Po si kam më 6 kam. 6. Këtu a jashtë vendit? Te tanë jashtë. 6 fëmijë të tu janë jashtë? Jashtë. As mundën me e gjetë veten këtu heqin në Ruma? Jo, s'ka këtu, s'ka bajnë të. Po për ty si prind, është pak dhimbje në zemër që fëmijët e tu si kin nga vetë? Po unë më mbjek ti kështu, s'ka kush ma jep dorën. Djetë e jep unë, që vatë. Se që bahat këtu. Kështu, këtë fajet i ka qeveria. Aj, ato që janë në Tiranë atje. Aj.
4 vjet, 4 mandate mu më rrena. Më rana. Edhe ju jeni sot në këtë gjendje. Më rrena, pra, më rrena i blen votat me pare, i shkon jo e para atine si votojnë, jo e pare të dorë, 6 muj para. Ato votojnë, më një si legaj, votojnë tanë para tane, e merë pushtetin. Edhe u kry. U kry muhabet. Tia pushteti jo. Mbi krejt këtë situatë, i ndërruar. Sa lek merrin pensionistat në Kosovë? Po i varësisht edhe çfarë pune ka kry, për shembull, nëse ka qenë Po punë qa, për pensioni më i vogël, sa është ati? Edhe aty është shumë pak, 120 nashta, ose ofër 200 që nuk është shumë sa me ofru. Shumë pak është. Për standardet që kanë ardhur tash, Po s'keni sa i keni ju? Po ma mirë se na jeni ju. Sa i ke? Sa kam unë 200.000 lek marrë. Unë i kam pagu. Për çka i shfrytëzoj? Unë i kam pagu gjitha detyrimet e shtetit. Të gjitha. A kupton? Po ka disa se s'kan pas lek me pagu, edhe e kanë 90.000 lek. Çka blen me pensionin tanë? 90 euro. Çka blen me pensionin tanë? Ose sën. Nuk ka vlerë parja fare. Asë sën s'ka vlerë. Qa me ble, buk me havis. A jenë shtrejtu edhe këtu gjërat? Mos me dekoni. Mos me dekuni bash. Po, A jenë shtrejtu edhe këtu? si që shtrejtu, more. Si që gjanë shtrejtu. Këtu kush bujësin se një mon. Për shkak me dash me punu nuk ka subvencionime. Tu janë vetëm tokat djertë tëna. Se kanë hike i nija. Kush i punë, më një s'ka vlerë, hiq, nuk mënohet ai tjeti me mjell tokën, sepse si duhet gjanë, janë lirë gjitha. Edhe ka subvencionime të mëdha, domethënë ka nafta shtrejtë, plenat kimike shumë shtrejtë, nuk e një mon shteti fare. Ashtu e kemi edhe ne. Bujësi. Bashkë ngjem. Një më bashkë një lojë sen. Manëshi një, manëshi. Qëre nuk po du Jugu është i Serbi, po që pasoninë i keni qenë ma pasonik jo. Keni pas, si shteti ju animu, po shtë po ka. Kurse nuk tonë keni qenë kooperativ tu. To ka qenë kooperativ e shtetit, jes na jep të asisen me 7 lek, gjithë që na punosh në këtu, çdo ditë. As kena pas to, as kena pas asisen, që të shpia, na ata me zarë. Kur të mendoj që ke bo 75 vite qështu? 75 vite, se kanë hikë, si ka thënë ai, tha, si me hi, tha, në qitë derë, tha, me dalë në tjetër, që ashtu janë 75 vite, tha. Se e pysin një plakë, atëherë. E pysin, pas e jetu u bolë, ka thënë. A duket na pak tjeta, ka thënë. Ja, si me him këtë derë, me dalë në tjetër, ka thënë. Qaq, ashtë. Jam shumë i lumtur që fola me ty, unë e vota që morë me lyp, vota lypin politikan, po uroj që mu bo ma e mira për juve. Faleminderit. Me arë me pi kafe shpejt e me. Po dhaj këshia jetë në thiri tash. Kush është ai? Agustini. Unë e të thirë për veti, aja të thirë për veti. Jo një vi. Ha? Jo vi. E pra, Po vëlloj. po hajde pra. Dini ju e pak pomje, unë e të këzotria që në traditë e shqiptarit është me ftu buke krype zemër. Të na e kemi qashtu. Që kemi ti? Valdet. Po baba jetë që ka? Ramadan. Exakt, Ramadan. Babgjushi Shaban. Babgjushi, jem ati. Ja, jemi. Qaban me dhej, ha? Ma me dele. Ja Shaban. I lumë që i runaj. Na hisë shko ku që i runë. Që pak pomje, pe këtyne jo lavdatave që i dha për këtë pjesë zotëria në fjallë, po e pim ka një kafe se nuk përja këtej mbrapsht të takomi vetëm pas pak. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shkojmë. Edhe më shifni ku Po më dhimbë se ti kime fshie kime la. Po më punë madhe. Edhe? Për shetë punë i në. Po më dhimbës. Çto punë ka kjo? Kjo ftë mirë. Me zërinë. Apo marrë me kamë? Mirë se ju zgjetëm. Se herë. Era po vjen po goqe, speca. Valoj po vjen keqe, a e keni nuse këto? Jo, Vajza, ju keni me fshi, qushi? A je mirë? Bë keq jam me kam të më dhenë. Që të më të më. Kam ta? Gjënë e poshtë, jenë të hujët, e s'kam gjithë dërmanë kënë. A di qka thamë unë jam ka Kosova? Qështë me jetë. A di qka thamë unë për juve nonat që i keni bodë vjetë? Hajde ullu. Mirë që jeni mirë prej menve. Qka keni kalu, qka keni përjetu, mirë jeni.
Kështu ka qenë sistemi atje. U konë be sistemi, po dhe tash bini mos me pas pos dhim t'i shkon mirë. Ajo, po tash vjetë e bojnë vetën. Shiko të shti. Në fakt, ju e dini që në secilin emision që e realizoj në Kosovë, në atë anën tjetër të Shqipëfalësve tanë, Matandrinit, po i thëtë edhe zotëria që ka më fërmeje, traditat janë po të njëjta në fakt që na mirëpresin edhe dera shqiptarit gjithmonë ka qenë e hapur. Buk, kryp edhe zamër. Ja kom nis me u pajis edhe në këtë rast. Pej shekave kum fillu e nuk e di se ku përfundoj, po knatësi. Me po me e gjujt kamermon me shton ven e lo. Po na vyn halo. Me Paulinin jam këtu, banor i Fishtës, e unë kam një knatësi shumë të madhe që jam sot tek ju, me mikpritjen tuaj, me dashamirësinë, edhe që traditat i pas një hala në një nivel, kështu që mu më pëlqenë shumë si i ri. Faleminderit shumë për vlerësimin, kënaqësi e privilegj është për ne, që na keni ardhur, na keni ndëruar me pjesëmarrjen tuaj, plus edhe kësaj dhe promovimi, sidomos se e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë. Nuk është hera parë se promovoni lezhën, jo si televizion, kjo është disa ta herë, ka qenë edhe qendrimi. Paktën për mua është hera e parë. Për hera parë për televizioni. E po, shumë mirë. Për mua është hera e parë, unë po elcicej. Atëherë për ty kënaqësi është shumë fishtë atje, vetë sa hera e parë dhe ja ke nisë me një aktivitet kaq të bukur. Është privilegj pika e parë që jo rastisht i thëmë kudo që foljet Shqip kom qef me konë. Jom këgja i ri me mosh, po kur takoj sidomos me qenë në historikën e fshatit Fisht, prej personazhit që tash me keni veprimtar të madh, atë Gjergj Fishta është knatësi dhe më e madhe. Dalim tim, fshati Fisht, përtej krye historisë, prap po eri theksoj me atë Gjergj Fishtën, kur e shohim pejsazhe shumë të bukura, kur e shohim a ka probleme në Fisht ka. Dorën në zamër. Probleme në Fisht ka, janë të njëjtat probleme si janë përzijshme në gjithë Shqipërinë, por ka një diçka. Në krahasim me pjesën tjetër të vendit, sidomos kur përdorim metodën krahasuese mes vendbanimit rural e fshatrave, Fishta qëndron shumë më lart se sa pjesa tjetër, si në aspektin infrastrukturor dhe kohët e fundit dhe është e bën veçantë, dallon nga gjithë pjesët tjetër të Shqipërisë, është fokusi i madh se është dhënë pjesës së agriturizmit edhe bujtinave, njësive të shërbimit. Si që pe edhe sot, për shembull, ne kemi ndërtuar itinerarin e poezisë fishtiane janë në total 13 pika. 13 pika janë 13 bizneset ndryshme, 13 histori suksese që ndodhen brenda një fshati dhe kjo është faktikisht një rast unik në Shqipëri. Shqipëria dhe hapësirën shqiptare mendoj, sepse kemi të bëjmë një fshat relativisht vogël me banor, si pjesë e madhe siç ka ndodhur në vende të tjera Shqipërisë jetojnë jashtë atë dhëut dhe këtu kryesisht jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pjesë e kësaj lagje ku jemi ne. Dhe e veçantë është se këto që kanë vendosur të jetojnë këtu janë fokusuar kryesisht tek biznesi, tek kulinaria, pra tek kuzhina, tek bujtinat, tek njësitë e shërbimit, bizneset ndryshme dhe kanë bërë gjallë këtë vend, kanë bërë mundën se banorët mos largohen infrastrukturë deri në informacion dhe i ka favorizuar, por faktikisht është frut i punës tyre dhe i mundit tyre, më shumë se gjithçka tjetër. Edhe fal tyre edhe fshati Fishtot ashtu kaq i famshëm, shpesh e nënvizojnë edhe e cilësojnë si fshati më i bukur në Shqipëri. Shqipëria ka fshata të bukura shumë, ndoshta më të bukur se sa Fishta, për pozicionin gjeografik, por këta kanë bërë Fishtën kaq të famshëm u duk si një fshat, si një fshati më i bukur në vend. Është i bukur, por këta kanë bërë më të bukur. Ti dyshosh sikur i thet gjitha në një vend, a di ku e kam problemin unë? Pa në emisionin tem sidomos nuk para pëlqej me fut fare politik, ose me i përfshi politik bërjen qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Për shembull me banorë që bisedova më herët, nuk është janë të kënaqur ta zom me këtë rrugë që nuk ka asfalt, me rrjetet e kanalizimeve që nuk janë të përfunduar, me ujtpijes për shembull që është i pamjaftueshëm. Po, është i pamjaftueshëm. Infrastruktura është në raport me fshatat të tjerë, zonës është e mirë, po jo shumë e mirë. Ka akoma shumë punë për të bërë. Po në projektet që kanë proces Bashkia e Lezhës, ose po flas si përfaqësues i bashkisë, po flas si Paulin, jo si zyrtari i këtij institucioni, janë disa projekte që do të zbatohen shumë shpejt lidhe me infrastrukturën rrugore të fshatit, sidomos duke bërë të aksesueshme pothuajse të gjitha banesat ndodhin në fshat. Edhe këtë ta siguroj. Hajde tregom pak me qenë se po besoj i njeh këtë lagjen e juaj ose shumë që të fisi jam në kushtet e mi krejt. Domethënë me të njoh shumë grek. Tregom pak për banorët të cilët mbase ata që kanë migruar, mbase mënyra jetesës ka bëhet të tjera, po për çka njihen këta banorë të Fishtës? Punëtor mbase po, për aq mundsinë sa i kanë çfarë shege për shembull, kultivot. Kto e favorizon toka mirë, klima mestetare. Jemi në një fshat ku
ngështeton shumë bukur peizazhi geografik nga nisim nga fushat, nga liçene 2 liçene artificiale, nga relievi kotonor deri relievi malor. Fshati mbuluar me pyje, fshati mbuluar me fusha shumë pjellore dhe zhvillohet shumë pemë frutore dhe kryesisht fiku. Nga ka marrë edhe emrin etimologjikisht edhe fshati fiq që lidhet direkt me pemën e fikut. Kultivohen ullinj dhe kultura shumë të kultura tjera bujësore, po ashtu edhe është shumë e zhvilluar edhe blegtoria. Pra aq banorë sa janë këtu, punojnë jashtëzakonisht shumë. So banorë numëron Fishta përafërsisht? Atyre, aktualisht banorë pak a shumë sa jetojnë në Fishtë, rreth 470 banorë që jetojnë në Fishtë, vazhdojnë të jetojnë në Fishtë. Pra numër goxha i madh në raport me vendet e tjera, flas rreth, sepse ka pasur lëvizje masive, siç ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Po në regjistrin themeltar 970 banorë fshati. 470 jetojnë, rreth 500 janë jashtë. Ose janë jashtë, se unë kam gjendjen civile në Fishtë, po jetoj në qytetin e Lezhës. Gjendjen civile e kam këtu, por nuk jetoj faktikisht, ka vite që jam shkut, pavarësisht se mi pranishëm gati çdo ditë, por faktikisht jetoj në qytetin e Lezhës. Flas për banorët rezidentë që jetojnë këtu, janë 470. Janë goxha për një fshat, flas për Shqipëri në kohën që ndodhemi në vitin 2025, ku më shumë se 50% e popullsisë mrang shtetëror është jashtë, siç ndodhet edhe në Kosovë. Absolutisht. Çeli pa parë Paulin, kështu një farë lloj Ciceroni për fshatin tënd. Ditët fishtiane, po du më të pyet pak sipas teje, mendimi yt, sepse ka marrë disa mendime të njerëzve Se kalove. Përshëndetje, si je? Na fal qoftë se të kemi dalë prej punës pak. Rëndësia e ditëve fishtiane, po du më të pyet, pase nuk mundesh me qenë shumë i vjetër ti kështu me Prodhimi të 83-shit. prodhimi të 83-shit. E çoni në 88-shit, për shembull. Ki e prodhimi i ri. Rëndësia këtyre ditëve. Atë rëndësia këtyre ditëve për radhë parë, për mua personalisht, personalisht me emër bashkëtorë dhe kushëve njerëzve të mi. Po. Është kënaqësi, është privilegj dhe ndjem me të vërtetë emocion se gjithë me qindra njerëz dhe me mirë që do të vinë sigurt brenda 4 ditëve kanë fashë interes për të bërë pjesë e këtij itinerari. Ky itinerar për çfarë shërben? Më radh parë xherrëm pa vetit më të mira, si vetit më të mira të bashkëtorëve tonë, kryesisht mikpritin, edhe siç e shef, gjithë njerëz të buzëqeshëm, gjithë njerëz mikpritsa, të gjithë janë vendosur në dispozicion, jo për një orë, jo 2 vjet, por janë 13 pika, janë 13 familje që janë vendosur në dispozicion gjatë gjithë ditës për 4 ditë rresht për të mirëprit vizitorë të ndryshëm. Dhe kjo është e veçantë për mikpritja, siç është për shqiptar që po themi vetia dalluese në raport me gjithë popujt të tjerë, edhe fshati Fisht është i tillë, madje ndoshta më i theksuar se sa shumë pjesë të tjera të vendit, çka po dëshmojnë edhe sot. E dyta është sepse edhe, mund të them edhe më e rëndësishmja kjo, është promovimi. Kjo është një strategji promocionale e shkëlqyer, domethënë me këtë rast njihen me shërbimet që ofrojmë ne, njihen me kulinarinë, me ushqimet që gatojmë ne, pra kuzhinën tradicionale vendase, po në njëjtën kohë promovojnë gjithë këto biznese në fjalë që po i kalojmë sot njëri pas tjetrit. Cili është ushqimi, po të pyes edhe për ka kuzhina pak. Cili është ushqimi tradicional i Fishtës? Ne kemi shumë, po nëse më dallojmë, unë si fëmijë më mend se kam nostalgji më shumë për bukfike. Jemi në Fisht, vendi ku prodhon fisht, vendi i fiqve, se gjithmonë e kultivu fiku. Bukfikja, është e pjesa fiku thotë që grihet edhe baci në formë buke, ne e quajmë bukfike. Konsumohet zakonisht gjatë stinës dimrit edhe ruhet për një kohë shumë të gjatë. Kjo është ushqimi më i veçantë po themi, bëjnë edhe zonat tjera, por ne kemi edhe më të veçantë, plus gatimeve tjera që janë ngjashme me zonën, me arealin etnokulturor Zadrimit, po edhe Mazher, po kjo është karakteristike, unë personalisht them se e vlerësoj. Edhe pijet e tjera, mund bëj edhe glikofikut, e pika fundit do të provoni glikofikut, për shembull, që është baza. Po këtu, çdo vend ku do shkoni, do të gjeni ushqime të ndryshme. Gatime të ndryshme, po thonë menu të veçantë. Çka e gjeni në një shtëpi, në një bujtin, nuk e gjeni në një bujtin apo biznes tjetër. Pra, gjithë secili prej tyre ka përgatitur diçka të veçantë, çka do thotë se edhe menuja është jashtëzakonisht shumë e pastër. Çfarë organizimi, spektakël më re? Faleminderit shumë. Jo merit e këtyre, merit e njësive të biznesit sa kanë bërë mundur diçka të tillë. Paulen, për një me juve të sa me thonë, ju sta për me qitë në emision, po jam shumë i lumtur që po takoj edhe po besoj kam e taku ende njerëz, edhe si puna jote, edhe si puna zotëriet që na futi brenda, po edhe si puna secilit që unë takova gjatë ditës së sotme në këtë fshat Fisht. Po uroj këtë më të mirat, edhe falenderim për zemrës që ma keni pasur rrugën e emisionit. Jo, shumë. Është e raport që dalë. Te raport ti, domethënë ke bën nisën më të mirë të mundshme, besoj. Po thua? Besoj, unë besoj që. Urej, është i 30 të diçka emision edhe një raport që dalë dhe ka marrë në Fisht, kështu tu e ke nis shumë bukur, besoj me aktivitete më të veçantë. Me këmbë djathtë kam nis. Shumë mirë. Ec marrë mirë. Ku kena me vazhdu stash Paulen? Atëherë këtu jemi te Mobileri Koleci. Okej. Pika arroz Mobileri Koleci. A mund fol zotëria ai? Flet zotëria, këtu kemi zotin e shtëpisë. Po besoj nuk është hera fundit që shihem sepse e kena më takuar edhe pak. Gjitha pikat. Si e pa temën Agustin. Agustin Koleci. Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe. Si i nderuar. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm tek Mobileria Koleci. Po. Edhe ti ju bashkangjite Po, kësaj dite. patjetër, është një ditë e veçantë për ne sot,
Qa është i përket ditëlindjes së gjashtë dhe nga që jena nga fishta dhe ne, kena hap dyert për tanë ato që dojnë me na vizitu fshatin tonë. Dyert e hapura? Po. S'ka dyert fare, se shpo më një me po. Vetëm... Unë nuk kam se jam bojtina, unë baj punë tjetër, po nga gëzimi i madh që në fisht po festohet ditëlindja e gjashtë e kena prit me shumë dashamirësi këtë ditë veçantë për ne. Unë me njerëz të ndryshëm, me banorët e cilët janë së bashku me ju, këtu bisedova në fakt shumë çka, po du më të pyet pak, po pse i merresh me punë tjera, ndoshta nuk jeton këtu rezident ton kohën, por që biznesin e ose po më nej vendbanimin e ke po këtu pse? A ke mujt me shku me një vend tjetër, a veç ke dosht në fshat se në fshat? Po vetëm fshati më ka tërhiq gjithmonë, sepse kam pas mundësi edhe me jetu në qytet, por dëshira madhe kur jemi kthy për emigrimit, se po shtoj se 90% e shqiptarëve, edhe andaj ka pjesa ju i shqiptarë, kanë keni në emigracion edhe janë kthy shumë, edhe unë si tjerët jam kthy ke shtëpia eme, po kur jam kthy ke shtëpia eme, jam kthy sak ke shtëpia eme, jo ke shtëpi në pallat atje në qytet ose i vend, a kanë dëshira se vjen ke prindë e mi, ke familja eme është që lërën shpirtin kur je ke shtëpia jote. Po du nga te ndjesin e të qenurit atë Shqipëvalës, po se po që është krenari, po që me qeni fishtës. Duke pasur pasysh që e keni veprimtarin e madh atë Gjergj Fishtën, po që me i taku këti vendi, po besoj e përmende që të kënaqet shpirti edhe në këtë pjesë të kënaqet shpirti. Patjetër, sepse Patër Gjergji është kënaqësi që unë jam i katunari fishtës, për ati poetit madh që e ka zerë fishta. Jam shumë i kënaqur, i lumtur. Është i pjesa dhe asaj se unë kam desh në fisht, e mas me shku dikun tjetër. Krenari shumë e madhe, me shka merresh në përditshmëri, këtë që keni po, biznes? një mobileri, jam zdruktar, jam bashkë me vllajën, e kam biznesin një vend tjetër, po shtëpinë e kena këtu, edhe kemi punu me mobilje, me gjana të ndryshme. Apo ja vlen? Po, kthimi ja ka vlet shumë për jashtë. Jam shumë i kënaqur. E lej jashtë në morë, që do të flen zemra? Po, jam shumë i kënaqur. Jam shumë i lumtur se jam në katon tem, në fshat tem, fishtën teme. Shitash se jo që keni qeni jashtë vendit, edhe po besoj gjithmonë është një motiv, nuk besoj që dikush dën me lëshu vetëm se po dën me lëshu vendit. Janë faktorët e ndryshëm në fakt, ndoshta papunësia, faktorët të ndryshme, fenomenet të ndryshme. Mbase ti mundesh me folë më së miri për ata të cilët janë jashtë vendit, po që e kanë plan me u kthy. Atëherë, është e vlefshme për me u kthy. Atëherë, duke pa nga përpara viteve 90, na kena është dasht me shku të tani herë jashtë shtetit. Është dasht, sepse na nuk kena pas, kena kanë shumë të mbyllur, edhe dasht me pa një përvojë të re, se s'kemi pas përvojë të re para 90. Atëherë, duke dalë të tani jashtë shtetit, besoj që kanë marrë atë kulturën, e kanë marrë i zanat e ka marrë dhe ja vlen shumë me ardhë ke shtëpia vetë sot. Pra, gjithkush është dasht me dali herë jashtë shtetit, po është dasht me mendimin prapë me kthy, jo me ne me ngul rënë jashtë shtetit. Sepse unë kam jetu rreth 5-16 vjet jashtë shtetit, nuk janë shumë, po nuk je kurrë i atij vendit. Kurrë nuk bash i atij vendit, pavarësisht jo. Unë kam pas shumë miq edhe jashtë, edhe i kam alasat që kam jashtë shtetit, shqiptar edhe të huj, po si vendi jot nuk është kur vendi huj, nuk bëhet. Unë ne gjoj shumë edhe më dhem shpirti kur thonë se ka shit shtëpi një fshat të përbrenj. Se dhe me jetu dikun tjetër, më dhem shpirti, sepse ato që e pysin që nga je, ai do thotë se s'ban që jam për i këtij fshatit, për i fishtës po thojnë. Jetofshit shumë gjatë, e të faleminderit shumë që ma keni pasur këtë emision. Jam shumë i lumtur, edhe bravo ju qoftë edhe ju, si televizion, që promovoni gjana të tilla, jeni shumë të nderuar. Shumë faleminderit edhe për ju. E po besoj që i ke hap dyert edhe për neve, po dola me i pa edhe pak. Çka keni vendosur me i pik ton këta vizitor? Atëherë, na kena bëni gjana tradicionale, sepse dimni dhe bëjmë, është polendër shujmë na, me salqiqe viçit, apo polendër me salqiqe viçit.
Që ta nuk pe di çka është. Polena është si thonë? Qull, si diçka po. Jo, edhe Kosova e qunë Polena. Jo, Polena Ju jeni tri, nuk e dini. Po, na tri baba. Traditën e Kosovës nuk e dini mirë. Kën? Nuk e dini këtë traditët e Kosovës. Jo, se unë jam i luftës. Jeni tri. Ta bëj. Kosova ka shumë tradita. A me mill misrit, edhe gatuhet me gjalp edhe me langën e mishit Një diqit. gotë raki. Po, rakia ven, a den ven? Qatë dush? Ti, mushë ma. Ja, E moj Kosova tri. hajde pak me mu. August, falenderit. Po Ti, tëm qushie, mirë jam. burri fort. Mirë bo. Po qëndrën, Po, më anku nuk o. Mi përmende traditat, Po. kun fol gjithë shka, fola me të birën tënë, kun fol me këta kumshinët që i keni për rrët. Për këtë ditë, a zhvendos mi pak se po na bojnë zhurën me gjazë ata, po du pak me bashkëbisedu me ty. Po, I përmende traditat, po du me i ditë saktësisht, a i ka hup fishta traditat ajo? Traditat e shqiptare gjithmonë po. Po, e ka hu. Pse? Edhe ka hu. Të shti a transformu gjdo gjë. A transformu gjdo gjë. Që ka boni më transformu? Dhe me thonë, e boni kja, dhe me këse zëvënzot e reja, zëvënzot në vjetër. Këtu është, si tosh, është nalu a i vrulli si ishte para. Se për shembull, bo me desht me shku këtë tradita unë, thot e djali, nuk ka koha mërë babë, thot tash, nuk ka koha. Ka ndru gjëra. Ka ndru gjëra, tash. A kuptën? Pra, tash di, jo se nuk i kultivojmë na, në të vjetër të eresatina, i kultivojmë da gjana kështu, ju thamë, ka kenë kështu, dikur para 50 vjetë. I thamë unë. Kuptar, i ndëgjojnë, edhe kanë qef me i ditë. Po, në fakt, me i vumë veprim, pak bobë. Thamë të rejtë. Si e mbon mend fshatin Fisht ti personalisht. Për te historikut që Gjergj Fishta është nga ky vend. Po, fshati Fisht era këtu ka pas burrat mirë, se Fishta, pjesa e madhe ka arë pri Oroshit, ose pri Gujanit, ose pri, a kuptan hina tram, nuk hina autokton këtu. Gjithë, keni ardhur në këtë fshat? Na, fshati jonë, sidomos se ka kënë shtëpi e parë këtu. Fshati jonë ka 230 e sa vjetë që ka ardhë për i Oroshit. Të shti, mu ambientu me vendin e me seneve tramëll e poshtë. Më ndë erdi komunizmi, si i prishit arditet, komunizmi. Shumë se ju, Kosova, për fat, a i ka pas tjetër shkjavën atje, po Kosova nuk e ka aprovu komunizmin. Jo. Aja ka kënë gjatë qënërzorë. Hiku fen, hiku i grumbulloj të njerëzit, i grumbulloj mi punë aty, punë nuk të pagute, edhe unë vetë, që e mbajman, do të thot ka kënë torturë njerëzore, as nuk e ban as që ka baj. Ti prasysh, po, me gjitha ta popli mi e tënë, sa do. Sigurisht. Pse, pak ka vujt popli Kosovës? Shumë ka vujt. I mjetoj. U ndërtua, u zhvillua. U ndërtua, u zhvillua se... Çfarë mendon sot për popullin e Kosovës, për njerëz, për individat? Pasha mere, nuk e di. Unë jam pak, merrem pak, jo me politikë,
po e ndjeku pak politikën. Për shembull, nuk më vjen mirë si nuk qatë populli i Kosovës, më dalë zëtë aty në 4 burrë aty. Është im tha që njeriu. Se unë për veti kam nostalgji për ta. Si djali i ri, e plakën njerëzit para kohët. Ki parasysh? Edhe nuk e ndjekun. Pse nuk e ndjekun? Pse? Pse nuk e ndjek? Se s'ja kam dhënë një fjalë Albin Kurtit për atë burrë. Unë nuk i kam gjanë asnjani, as jetën. Po, të vërtetën duhet me përkra. A kupton? Pikërisht. Se ata nuk kanë ba luftë sallë për vedi. Kanë ba luftë për Kosovën, për gjithë shqiptari. Ata 4 burra. Se në kanë 4, po 4 atje. Se ka kanë gjithë populli Kosovës, ushtarë. E kështu. Kja është. Se unë do të më ndaj shumë kohë për me folë, se kam. Se unë e di, kam kënë Prishtinë, unë e di, njëfë Kosovën. Po, thënë drejten, si ku do dhe këtu, nuk banë një fjallë asherë. Pse t'ja bëjsh shefin ati Vučićit atje në Serbi, mi ba shefin e me pas nësi gadi vrasje. Me njëri tjetër, ashtë të drejtë. Ju nuk është të drejtë Jo, fare. ju e dini ba mirë, po, unë pa tham prik ndejtë, mu më kjo në zemra për shambull edhe për Kosovë. Se i nga shqiptarë qëtë. Një lojë. Si ti, si djali jem, si e tjetër, Se gjithë. jeni një lojë. Jem shumë i lumtur që bisedova me ty edhe na ke prit në konakën tanë. Po, tash të pa merë një gjatë. Po, si jo, vetëm dua të përshëndes. Po, të falemderit. Edhe Mirë se qofshit erdh. me jetë gjotë. E të Mirë se faleminderit nga zemra. më arë prapë. Po, e qysh jo. Të na thojnë një gjujna do ujë që mu këthy prapë. E Musafiri. Faleminderit shumë, po që gjithmonë. Vazhdojmë edhe i shihojmë senet që zotëria na ka prit në konakën e tij në këto ditë krishtiane. Që tasht jena tek bujtina tjetër, në Fisht. Mira, emrin e ka Mira. A di çka është veçantia? Ma tonë, ku ndojnë gjamat që dini tash vjen, është restauranti, a i ka vendos që kopen, një mini kopet deleve e ka këtu mrena. Edhe në qoftë se luan drita din, nuk ka problem. Mosë tëtë. Ja ka mundësu që këtë shtallë me e pas këtë, edhe është diçka super fantastike, që anën tjetër kanë mundësi edhe me i shiu pamjet. Ajni mirë, ajni lodhë. A po, a? Ani shumë mirë. A keni nëzet? Shuj... Ju më me folë vetë me veti, more. A të prejki pak? Pa që dhe një dashë më kalëzën tani mu. Din për dalmi se ambienti është blokus. Fantastike. Që të pami që po pësej dini ja ofrej ma heret, ma t'i s'kom folë veç vetë se shumë banor edhe nuk e di për Shqipëri që janë njerëzit, më falni për parazgjykimin, po njerëz më të mirë që kom taku në Fisht, në basë se kam taku edhe për fshatër të tjerë tashme kur të vi në për Shqipëri.
Gjithçka është fantastike që vjen nga ky fshat. Po qëndrojmë edhe për ca momente në këtë vend e do të shkojmë tek mrizi i zonave. Në Fisht. U kënaqa, pasha një zot, u kënaqa në qëtë fshat. Dhe në freja pak dëpami nga këtë që kje pjesë, ka ulle që ka, sidomos këtë fshat njët për ulle, edhe shkojmë. Kur shkon në shtëpi dikujt, e pa të prit i zoti ose zoja shtëpis, ajnera bohet, po ma e vlefshme është ashtu. E une kom shumë knatësi të madhe që zojat edhe këto nanat shqiptare janë për një me heroina, unë gjithmonë kom tha heroina. Edhe mirë se të kam gjetë në konakun tanë. Mirë se erdhe. Faleminderit që pranove me fol me mu. Faleminderit ju. Qysh je? Mirë, faleminderit. Me o plak nuk po të thëmë s'po plakësh, hiç se hec plakësh. Apo lodhni? Në lodhna ka fija, pak. Me punë të shtëpis. Me punë të shtëpis mirë kalojmë. Këto ditë po besoj për juve janë ditë feste, ditët e Fishtës. Po tregon pak për ditëshmërinë e juve. Unë po besoj që ju dyrt i keni të hapura gjithmonë, zojë nderuar. Lutem edhe mu prezanto me emër dhe mbiemër. Unë kam emrin Rita Koleci. Rita Koleci. Ne jetojmë këtu familjarisht. Jena marrë me ardhin e demokracisë, jena marrë me bujësi, me blegtori, primare ka kanë bujësia. Edhe blegtoria ma primare, ne kena mojt dele, lopë, edhe blegtori marrë. Erdi puna të shej që këtë hapë dhe këtë rëndësi këti vendit, ja dha mrizi zonave. Ai është heroj për Fishtën, e ka zjarë në dritë. Edhe të po me fjallë, të ardhmen, edhe fëmija për me kenë, se fëmini kam në migrim, me ardhe të me punu në vendin e tyne, e kena bon bashkë bisedim edhe kena bon këtë bojtin. Bojtinën të shte e kena bon me 5 dhuma gjumit, 1 dhumë granje, edhe kena blekturin të, kena delet. Po, kena mbi 30 kokra dele. Po. Punën e kena fillu, ka 2 muaj që kena fillu këtë kopin e ti, këtë bojtin. Mashallah ka hecë për bukuri, kena pas vizitar nga vendet në ryshme, turista nga të në bota. Fëmijët ja fole gurbetit, po flasë. Vetë tash kemet një lloj pronare, sa po mundesh me janë rritë, në fakt. Edhe pse jam shumë frek 2 muaj. Ne këtu të punojmë familjarisht, punojmë ne 2 prindrit, kena vajzën me dhëndrin, me djalin e vetë edhe me vajzën e vetë. Po. E shoha të shte, ne ina të mundu me dhonë maksimumin tonë, për shoha të pakëthen fëmija, këtena, edhe, se më do thonë, knajsi herë për ata për vedi, po për nesi plesh, na knaqin nese. A kështë dosht shumë me u këthy në fakt? Shumë, kështë dosht, shumë, se gurbeti është i vështirë. A ke provu me shku të vizite ta, po alo? Jo, kam kenë. A të rihet atje ju? O nuk më në riheq. Ja, nuk më në rejtë. Jena mësune këtu se, ati janë për shemull, janë mrenta në kohën, tu jena mësune me dalë, për gjatë, me ba punë, me ba punë tona, jo mbësi, në blektoria. Punë përditshme. Punë të përditshme. Një pyetje të fundit, se je gjatë punës, nuk po du me pengu, sot jeni të pritë shumë njerëz. Më të pyet ty që e ke tash sa vite, me e krahasu jetën që e keni bo për para, edhe tash, unë e di që ka qenë kohë tjetër, nuk po du me e komentuat pjesë, qyshe e konsideron ti, çfarë dallimi e bën? Unë e di që keni hjek shumë, po për sa ta po duhet pyet. Edhe kena hjek kesh, në fakt, me fol drejtën. Edhe me ikin e fëmijëve në migrim, kena hjek kesh, si të tonë, prindrit, po. Mirë po, me fillimin e kësaj bujtine, ne na pleq, është një knesi shumë e madhe.
Dhe me thonë, në knaqë shpirti kur qena no dhe me marrë me punë të bëjtinës, me prit njerëzit. Në kënë gjithë për njerëzit shkëtu, se me të thonë, kërë me të knoqën ata me ne në me ata. E kjo është knatësia e Po, shpirtit. për shëqazet, po, kërndaj të mërë se me kanë shpinë e vetë, edhe i kena prit të mërë se me kanë njerëzit tonë. Nuk në është dhimt as një gjënë për ta. Ja. Është knajsi shumë e madhe me punu në punën tonë, se sa me shku me punu në përdyrë të botë, se kur janë të tanë të shikë. Atë në vendun tanë, atë dhe unë tanë. Pa, në dhe unë tanë në punu është knajsi shumë e madhe. Mërë ma këni kënotë zemrën dhe me ju edhe musad. Jo, falenderoj shumë. Po du më të Ju përqafu, Zote, falemderit shumë që na keni prit, ju rujt i modhi Zote, po që gjithë mund punë. Falemderit E qka po du më të ru, inshallah e ki fëmijët e këtu sa ma shpejt. Që të kanë shku jashtë edhe këtu pran juve. Falemderit shumë. Ju Zoti, knajsi shumë e madhe. Ju mirë presim. Kur Edhe do tjera që të herë. vjeni, po për atë pa. Jo me kamera. Ju mirë Ja, presim pa kamera për kështu. shif. Falemderit shumë. Shumë falemderit që i keni dy të opra. Të vajti të tonë. Falemderit shumë. Ju rrit Zoti. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj gjithve. O nuk ka knatësi ma të modhe, edhe botën më madhon bashkë me dhenin tem nuk e në raj. Që të po me fantastike që vinë nga bujtina e zonis Rita. Në qoftë se edhe ju i një knotësët nga pomjet, nga njerëzit, nga mrekullitë, nga traditat që i kom pasqyru përmes këty emisioni, e di që keni me më thonë po. Aktualisht jam të afru ka fundi, jam të Nardis Farm, Horse Store, Farm Shop, që do të thëtë ko kuaj, ko gusa, ko pula, e ko të natë mirat kjo fenë. Edhe kjo gjatë ditës së sotme ka dollë në i ka hapë dyert për gjithë vizitorët edhe ka qenë njëra ndër pikat kryesore që vizitorët e kanë pas mundësin për me i vizitu. Po e lopë, dinim pak me pak pomin për du më shku me hi dhe të kjo fermë, dini pak pomin këtu dhe takumi me njerë atje, shkurtimisht. Nis nga pak me roteri, jemi në orë të vona të pasdites në orën 17:47, saktësisht. Jemi tek ferma e Nardit. Hajde shkojna pak, t'ju ofrojna pak pamjet mrekullueshme që është rrethuar kjo. Shit. Miro me yo soy la otra, la que quiere, que necesite hombre, que me mira y merece. Mirë, hajde shkojmë. Pasionet e Gavilanes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuaj janë në dispozicion të cilët shërbejnë për me ushtetit me ta. Thojnë që kuajt janë ndjenë mirësin e njeriut. Kështu që ca o Ljoqk, nuk i nevoj më nervozu. A përshet që këgna njëri mirë? A Ljoqka të knost. Që sa e mirë? Shkojmë se për nga bënë si njënës me një vend veç asoj qeni apat bo. Për ndryshe për këtej mrekullis, janë din veç kujdes që është tereni pa përshtatshëm. Që më së shut aso gusa. Hajde din deri te oza ka dal. Apo mbje mirë që kë ka pëq. Sigurt. Ku po shkëni? Edhe vend parkingin e kanë pikrisht që aty ku base edhe tër natën e shfrytëzojmë këtë fermë për me u knoqë. Qëse dëni me e knoqë zamën për një tërditore, kështu, shoti fisht besani që qenë ka zgjidhja, nuk ka bukri zgjidhja ideale që më ardhë me kalu ton ditën këtu. Që dini ja u sjell pak pamje. Nga Nardi, fermë në Fisht.
Qëtë kali ka hyp Lediona. Lediona ka qenë në këtë fshat për ndryshe. Edhe mos let me në që kum kopju, po mirësia e fatit na gjendi deri këtu që me ardhe dhone me shiu këtë pamje spektakël që vjen nga fshati Fisht. Nga njerës fantastik për ndryshe unë kam hyp mbi Dorin, vetë Dori e ka emnin, apo? Dori. Qysh është me punu çdo ditë me këta mrekulli që janë? Në është një kënaqësi shumë e madhe, merresh me këtë vend, dhe me këta kafshë që me punu, edhe me këta kuaj, edhe me turista, shumë kënaqësi e madhe. Për cili vend po ki turista mas shumë ti? Kena, që ka thënë për Kosovarët e se në batë shpisë. Nuk kena që me thënë mazë, jena bo njojt. Jena bo njojt, bashkë. Kena anglez, kena francez, në këtë kohë kena pas shumë, kena pas ka Izrael, që në kënë me pushime, to nga kanë vizitu këta 2 javët e fundit shumë. Po, a? Ata janë shumë i tash, këta 2 javët që në kënë pushimet e sezorit. Kemi francez, kemi tash pata da nga Belgjika, po thuj se ka për ditë, turista. Shumë mirë. Përse Kosovë se kena për ditë. Kjo është ma e mira. Të pak të ne që jemi njët, jemi të bashkum. A këthemi gradualisht? Sot copi keni ndëruar? Për momentin janë në 5 copë. Presë edhe 5 të për t'i bërë 10, pasi i kërkojnë puna, t'i kemi këtu për shef. Këta janë koj ma fort për shef, jo për vrapë. Këta i përdojnë shumë për foto, i përdojnë edhe mosha thyre, mosha 3-60 vjetë sipër. I kam shumë turtë dhe i përdojnë edhe. So kërkojnë për kushtim në fakt? A dojnë shumë për kushtim, me u marrë me ta? Me u hudh me hongër? Të dojnë me hongër, po këto dojnë dashni shumë. Lak gështi, po më nënë? Dashni. A është e vërtet që e vrejnë personin e mirë kuajt? Po, e njohin. E njohin, do më thonë. Falin nga se shef personin që janë shumë egri, nuk e lemi hypë nda. Të duhet të helmë tokë, ose nuk përën me hetë fare, shumë jasa. A po do më thonë që unë jam njëri mirë si pas këti? Zërrah që zemë shkalli thënë ti njën komplet. Në ke bastis ti njën, kur hypën ka ti njën komplet rahët tuja. Sa po vërtetuar nga doria e Fishtës që unë jam njëri mirë, respekt. Faleminderit shumë për këtë torë shumë të vogël, po që për mu ka shumë vlerë të madhe. Knaci. Veç edhe me ditë qysh me zbrit. A që sigur ki hypë të tullish? A po, a? Mas të ki marak. Brava. Qa ishte. Faleminderit. Kapelen për këtë punë që thujnë ja vendosim, emrin si e ke? Lori. Lore. Po. Tër ditën këtu? Po. Apo lodhesh? Shumë, po më shumë jam e lidhur dhe i du. Prej nga kjo dashni, po besoj je inspiru prej babit? Po, ai ka nisë për me mësu. Ai, kur kam hypë për para, babi më tha, hajde hypë, hajde se të mësoj jonë. Kam nisë, me thonë, ata nisi për me hecë pak vrap. E pra vova, rash për tokë. Re për tokë? Po. A u lëndove? Me shkeli kali këmbën, por isha mirë. Mas da ditë është, u hypa për më kali. E pata frikë, por u qova prap. Thash me vete kur mos dorëzohem. Sepse më shumë sa i du, nuk do t'i lej kur. A beson edhe ti në dashnin që e kanë kuajt mes njerëzve që e nin ata fërsin që e kanë me njerëzit apo jo? Po. Se po të shumë ofër tash me to. Unë e di se kuajt edhe me pas frikë, ato e kuptojnë. Atë ke dashni, to ato afrohen. Gjithmonë sa herë janë njerëzit që dojnë me bë foto, këto afrohen, po kanë frikë. Sa herë të afrohen, kjo largohet, se e din se kanë frikë dhe nuk dënë. Tregom so viteki më falë. So vjeç jetash? 12. Me qene fshatit Fisht, Po. e din historinë, ke dëgju për atë Gjergj Fishtën. Shumë. Në këtë ditë që i keni hop dyert për ditët e Fishtës, çfarë do më thoni ka për ty në fakt? Je shumë e lumtur që i takon këtij fshati që ka një histori e një veprimtari të madh po besoj. Po. Mu pëlqen shumë, sepse edhe disa vitje kena jetu në qytet, 2 vjet, por më shumë babi më tha që të vim këtu, sepse fëmi vogël na ka thënë që ka vu shkopa këtu, kjo është prona ime, edhe kur arri ka ardhi këtu e ka bë. A pëlqen jeta e fshatit ty? Shumë. Edhe po me dashë, po me thonë kur s'do të shkoj në qytet. Kush me thonë? A pëlqen jeta e fshatit? Kur mos e lëshë, mos e dëgjë babin.
Si e po të emrin edhe njëherë? Lori. Lori, urritsh me tanat mirat. Ju po i thoni tanat, tamam shqip edhe mu pak knaqi zemrën e faleminderit shumë që qëndrove ofër Dorit edhe se të më shëtet. Ma hjekët frikën tem. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Hajde ta shoh ku dush, i joti është. Edhe që po mundini me po, në këto momente vetë se ka ra terri në fshatin Fisht edhe ende jam duke vazhdu që me qëndru në këtë fshat, me këta njerëz të mrekullueshëm. Edhe pse jemi në errësirë, ndriçon mirësia e njerëzve që unë i kum taku. Që tu aktualisht vjen era pilaf, që na jena shërby me ta, po ju që i patët ata kuaj, ato shota, ata gusona, po i them në gjuhën që me e kuptu edhe pak më let, e zotron ky zotëria që është së bashku me bashkëshorten e tij, një çift që ka ndërtu gjithçka prej fillimit vet. E keni fillu prej zeros. Qenë zero, qenë di që në martu, ne kena këtu nga zero ja. Unë me nusën time kena martu të dielën dhe e kena të hanin, kena dalë në vedi dhe kem thonë të të thëmë jetën bashkë nga zero. Qysh pranoj gruaja? Kur e tha po, tha si të thush ti, tha a je dakord ti, thonë jam dakord, tha të bëjmë Fjolla jote amin. Po, tha jam dakord, tha të kam zgjedh, tha me bashkëtu me jetu bashkë, na do ta vjedhim bashkë. Edhe kena fillu nga fshati, tham ta po bëjmë provë qytetin. Dhe ram në qytet ndajtëm 2 vjet. Shumë vujtëm. I tham nusës, do të kthena prapë aty ku kam le, edhe si unë si ti, se të dyna nga fshati, ne do të vijmë të fillojmë jetën prapë këtu në Gënxor. Kena kthy nga qyteti në fshat, kena ardhur me 8.000 euro burç. Ma dje se njerëzit këtu më zonë thoshin ky nuk do të bëjmë hajre se janë shumë myt mana. Nga 8.000 euro ne arritëm me bën shtëpinë, falë Zotit kam 3 fëmijë, kam një fermë shumë mrekullueshme, se sot jam këtë i kënaqur me punën që kam me nusën Do të thotë kërkujt më bërsh nuk i ki. E ja për Zotit, me thënë faleminderit, jena këtë kënaqur me këtë punë që kena bën. Përveç që njerëzit ose në këto ditë që për juve tashmë konsiderohen 5 ditët e Fishtës, tregom tashmë unë e pa shumë në fakt gusat që ka ato apo i përdorni edhe për me i shit, të gjithat janë biut që ju vetë i mbani ato apo çish po funksiononi. Me çka po mirësh tash që më mbietu, e flas nga financat i ndryshme. Ne minusin ne ato gusat që pati të verosë që ne i rrisim to. I qelim vet, i rrisim vet. Dhe në besoj se pa edhe ushqimin aty ne edhe bota ushqimin ne vinë e marrin. Po thuaj se sot e kemi tregun to. Kemi mish nga mos që vinë dhe kërkojnë tu dhe shohim vinë rrin 5 minuta. Kemi edhe nga Kosova që vinë shpesh për të hënë të restorantet tu, vinë dhe blejnë gusa, thonë i banë 3 copë, pasi e kanë bë provë, edhe këtu në restorantet që na marrin këta, thonë ku ka keni filan vendin thonë ata të restorantit, dhe sot për na kajoti treg shumë i bukur në fshat. Do me thonë se fshati pak me punu ka jetë shumë bukur. Të punosh çdo kusht që ke rritë, edhe nëse rrin qytet, të kesh tokë në fshat, shkosh shfrytëzoje se është mrekulli. E çfarë kanë të tjerët kur ti ke dashur me janis 5-0 edhe i ardh deri sot? Tu që po vësoj e keni jetë të kënaqshme. Çu financiarisht, keni shtu familjen ti bashkë me bashkëshorten, me fëmijët e ju. Çfarë opinioni ki për këta që pak a shumë i kërkojnë mirë me atë dheun e vet punë mirë e ikin jashtë vendit? Ne thojmë një fjalë. Ku është zoni i mall, merr sportin e vogël, është fjala vjetër e patë Gjergj Fishtu. Do me thonë, a me thonë ikja shteti, po të bestohen, ati janë skandal gjithë gjanë, nuk është ashtu sugoj e mendojnë. Prandaj, unë të thamë gjithë gjanë, mendoni pak për fshatin, se janë shumë ma mirë se jashtë. Ta punoni këtu, sigur punohet atje, sigur vuhet atje, këtu jeni lule. Besoj se këtu do t'jeni shumë ma mirë se me kenja shteti. Gjithë se kushtin në vendin e vetë, lënë që thojnë jo nuk bëhet, çdo gjë arrihet më u bën këtu. Veç a ka punëtor edhe atë? Vetëm a ka punëtor dhe a ke zemër për punu. Po të zemër me punu, edhe sup një herë, 2, prapë shpërblet dhe të djene aja gjënë djenë prapë mrapa. Nga toka gjëgja del, ati që shkojnë shteti ku do, nga toka e ndaj marrë dhe ata, nuk e pa marrë nga ajri. Gjëgja bëhet nga toka. Prandaj duheni fshatin gjithë, si Shqipni, si Kosovë, punoni se fshati ju jep gjëgja. Nuk e di, po ta qes dorën kështu si vllaut, se nuk e di a e den edhe unë besojnë sa shumë i lumtur jam që kam qenë sot këtu në mesin e juve, edhe që këto fjalë që për mua vlen shumë edhe me i transmetu përmes emisionit tam, kjo vetë e përmbush shpirtin edhe ato që du me përqu për çdo emision tim në fakt. Shumë faleminderit për mirë se erdhen, edhe faleminderit edhe të jep me ardh kur do të vini dyert të hapne se na bën njëjtë tash në këtë vendin tonë. Jemi një. Veç edhe diçka, çysh mund më xhet ma let për rosat e tua kush do me ble bio? Tek ferma Nordit Fisht. Tek ferma Nordit Fisht, mundi me gjetë të gjitha gjërat që ata i kultivojnë vet, i rrisin vet,
edhe gjithë shka bio me një knaci shumë madhe, qështë të ftyrat e botëqeshura, edhe knaci shumë madhe. Faleminderit që këtë situatë jashtëzakonshme, as hon nuk jena son të më nëndzej, po rrezatojnë ana. Faleminderit shumë. Respekt, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Kulminacioni i mrekullive në Fisht është sigurisht mrizi i zonave. Mbas e keni pa, keni dëgju, keni pa mirësitë që vinë nga aty. Kam hyrë te dera e parë, qysh qelloj çatë hyna. Edhe patjetër që me një knaçi shumë të madhe na ka prit një banore e Fishtës, e që në këtë rast është Gjesi. Mirëmbrëma. A mund të më ardh deri këtu? Patjetër. Gjesi më na thot mirëmbrëma se a pshet që është e vërtetuar që na kanë zonë nota në këtë fshat me njerëz fantastik, me njerëz shumë të mirë, me njerëz shumë ikprica, edhe po besoj si e tillë je edhe te Gjesi. Falenderoj. Faleminderit shumë për gjithçka që keni bërë, po flas edhe për banorët, se po besoj jeni të bashkuar dhe e keni të njëjtin qëllim, që me prit vizitor e shumë gjëra tjera të bukura që i bëni këtu. Po punon? Apo lodhesh? Mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Atëherë, ne punojmë me kënaqësi dhe kur punën e bën me kënaqësi, lodhja paksohet shumë. Edhe kështu që, do me thanë, unë si punëtore që jam, jem shumë krenare që punoj në këtë fshat, në këto banor dhe në këto, do me thanë, këtë vend si që është mrizi zonave. Mrizi zonave, po, flasim vetëm pas pak. A e thash mirë që je banore e Fishtës. Duke pasur parasysh, ja kom bo pyetjen se cilës tret që e kom taku sikur ti sot. Me qenë e fshatit Fisht, duke pasur mbi vete një histori, sigur atë Gjergj Fishta. Je shumë krenare. Pikërisht to, a është krenari? Shumë. Pse? Atëherë, unë do më thanë këtë moshë që jam, nuk e menoj do më thanë që ta baj hapin me shku diku ma largë që ta lej, do më thanë si fshat, si vendlindje dhe si kulturë këto. Do më thanë është një mime madhe për ne, si jena si vajzëre, me punu në këtë fshat, në këtë vend. Në rallë parë, mos me harru gjuhën tonë. Në rallë dytë, mos me harru punën që bahet. Do më thanë, pojnëri tonë e bajnë punën, nështë dora atyno është vrajsu, do më thanë nga lodhja ose nga dheu që kanë punu, por është shumë krenari në këtë fshat me punu edhe me derdhë djerës dhe mund. Se në fond, ditës e shef një gjanë që kja arrit edhe e kja arritjen me plot dëshirë. Ata zbëlejni diçka, para se me fillu intervistën, Gjesi tha nuk jam e gatshme. E po e vrej që jenge shumë e gatshme, madje pas ke çka me fol, ti për shumë, jem shumë i lumtur që po i dëgjoj në fakt të fjalën nga ti që të paktën ndjersën e prindëve që kanë bërë gjithçka me qëndru në vendin atë dheun ton, ajo vlen realisht edhe për neve. Edhe është naf që ne mu largu edhe me hedh mrapa munin e prindve ose të banorëve të Çka mendon për trinjët e moshës tonë që ikin jashtë vendit? Jam sugjeroj që mos më shku. Unë jam moshë 24 vjeqe dhe kështu që nuk e menoj që të shkoj diku jashtë jetoj ose ta vazhdoj nga fillimi një gjanë. Ku, do me thanë, muna atë gjanë që kena muna me banë fshatin tonë. Absolutisht që po. Padosh me të rëndu edhe shumë, a pati vizitor sot? Po përse edhe jo jeni në vazhdën e ditëve të Fishtës. Të kuptoj, ka dash Zoti mirë, jena nuk është që na kesh. Faleminderit Zotit për kaq sa sa dërgonaj, jeni shumë të kënaqur. Gjes nuk po du më të mundu, faleminderit shumë që morë shpirt edhe zemër me fol bashkë me mu me ma shqyretu këtë emision. Faleminderit shumë. Edhe jam shumë i lumtur që jam sot këtu me juve edhe po besoj kemi me qëndru edhe për gjatë minuta me në vazhdim me i po mrekullitë e mrizit të zonave, po edhe mrekullitë e Fishtës që unë i kom po gjatë tonë ditës. Ju falenderojmë shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për ju dhe mirë se keni ardhur. Patjetër, po ta marr këtë se është me mu edhe po të ljon punën tonë. Gjesi, për ndryshe, është njëna prej të rejave të vendit, që po ashtu du me e paraqit për mes emisionit tim, se si në fakt duhet atë dheu edhe në base mbi gjithë sfidat që i ka pasur fshati Fisht ose mundet me i pasë ndër vite, në ato sfidat që kanë kalu pikërisht prindrit e tyre,
edhe gjesti e moshatorët e saj që unë takova shumë i posh në këtë fshat. Çfarë shembuj që dashnia për vendin tënd është e pakusht, edhe unë tash pianisi me hangër. Faleminderit. Edhe mjalta, që gjes, dhe është mjaltë e bo me vetë. Të ke qëndrimi mjalta që zgjatët është e mirë. A mëj me marrë ta kejt? Po bëj pak shako. Kemi djathë, kemi punime artizanale për ndryshe në këtë vend ku jemi. Kemi verëra, edhe tha që mjalta është që vjen nga vetë banorët. E dini ju sjell pak pamjet që me i po dhe prej ofër për atë që vetë se po e them para juve. Tutëm din. Dashamirësit e ushqimeve tradicionale, sigurisht që mundën me e gjetë, edhe pse takum shumë vende bujtina të cilat i ofruan ato, po shumë ushqime tradicionale, për shembull në një rast pati pite me orezgje që nuk kisha dëgjuar më herët. Mirë, po ishte një zonë të fshatit Visht, ishte si e tillë. Aktualisht tek mrizi i zonave është ushqimi i pestë me radhë që na bin, na sjellin në fakt. Edhe aktualisht të e shiju jëm djathin e i cili është i shkrim. Qëtu, jënë dy lloj pite me kungull edhe dikun tek ne i themi zele, ose spanak, ose spinac, e dikun i thonë edhe laknur. Po që këtu janë dy lloj pite. Djathi është tradicional, çka është më e mira, gjitha këto ushqime bëhen bio, që njerëzit, banorët, gratë, burrat e fishtës, ato i bëjnë vetë. Si në këtë rast që është vendi i ullinjeve, e që këtë rast që i kemi edhe qepët e vogla, e domatet e vogla, shumë çka tjetër, ata i bëjnë vetë, i prezantojnë, andaj i sjellin tek mrizi i zonave dhe të tjerët, e andaj ky vend është i mbushur plot, e aktualisht ka edhe njerëz të cilët janë ndërkombëtar, e që vinë në Shqipëri konkretisht tek mrizi i zonave. Po e shijojmë edhe ne së bashku këtë darkë, e që mrizi i zonave na ka ndërruar ne. Paqë shumë njerëz, hyrje, dalje, pritje madhështore, punë shumë e madhe, po gjithsesi sigurisht që dikush është mbrapa pas gjithë kësaj mirësie, pas gjithë këtyre buzëqeshjeve, që stafi i mrizit të zonave na kushtoi pothuajse që gati 3 orë që jemi duke qëndruar. E kam thonë edhe po e ritheksoj që për gjatë ton ditës në fshatin Fisht e kam gjetë atë gjë. Altin Prenga është përndryshe. Ai nuk thot kur që është pronari, po thot për dikën tjetër që është pronar, po gjithsesi një vend si ky e ka një pronar. Ai është zotri Altin që e ndova pak për gjithë punës stresuese, për gjithë angazhimeve, për organizimeve që kanë pasur sot, e unë po mendoj me ja jep një notë, ajo e ka notën 100, sepse ka shku gjithçka fantastike. Zotri Altin, faleminderit shumë. Jem shumë i lumtur, faleminderit shumë që pranove, kemi gjetë një skaj këtu, kemi skajuar përballë, kemi shumë njerëz, në fakt po tregon pak mrizi i zonave, kudo me këndo që kam bisedu sot, Altini, mrizi i zonave. Altini, mrizi i zonave. Pse? Atjere, pikës parë ju falenderoj shumë që keni ardhur dhe ka qenë privilegj për ne që keni shiju kretë pjesën e shtegut tonë. Absolutisht. Me thonë drejtën,
ato e thonë kështu, por nuk është një ashtu, do të thonë kjo është vetëm diçka familja, fillon me familjen teme, familjen e madhe të Mërizit dhe krejt ato. Ne pa ato zotërinj që keni takuar sot, nuk do kishim arsye me ekzistuar dhe nuk do ekzistoshim këtu në Fisht. Kështu që kjo gjë është vetëm anasjellta si na ton bashkë. Ndërsa lidhur me idenë e shtegut dhe arsyeën e shtegut sepse është bën, do të thonë, ne kanë dy arsyet e para, sepse ka një vit që është bën shteg, është ndërtuar nga qeveria në mënyrë perfekte, por nuk kam pa shumë shpesh shqiptarë që e bajnë, kam pa shumë herë të huj, në fakt huj nuk e din kush është Fishta dhe nuk e din se pse është bajnë shteg. Nuk është bajnë thjesht për turizëm, për me shitit, por ka pas një arsye, një thelb. Edhe na dashte me i dhanë jetë bashkë me bashkinë, duke mujt me vënë edhe rrugës, sa një shprehje për me i dhanë pak jetë. Nga ana tjetër kam dashur diçka shumë të rëndësishme, po shumë të rëndësishme, që unë e kam vurë e kam humtu me veten shumë herë. Mu me ndodhë për shembull se këtu ke Mërizin e ka herë na ka hupa e drita syve kur shohim një miks, ne shqiptarët ku na vjen një mik në shtëpi, ne na shmesin syt, a din? Këtu të Shqipëri, se kena njerëz shumë ka herë të huma jo magjia. Po mund sa herë marr mish nga këtu dhe i çoj ke bujtinat e vogla familjare në zonë. Sa herë i çoj aty, shef një dritë syve tyne kur presin dikan, që është e veçantë dhe është diçka që me thon drejtën të paktën në Evropë ka hub sakt. Ajo drita syve kur të pret dikush, nuk ka shanset me e gjetë në Evropë turistikisht. Dhe ai turist, përveç mikpritjes së krejt, ajo drita edhe buzëqeshja që kur e pret shqiptari miku në shtëpi, është për mua është për UNESCO. Është diçka shumë e veçantë dhe unë e du fort dhe kam dashur fort që ndërkohë që bëhet shtegu, të gjithë miqt ta kuptojnë çfarë do të thotë mikpritja shqiptare kur të presin në bujtina këtë njerëz. Dhe kjo është pak a shumë ide dhe frymëzimi pse ka lind edhe shtegu. Absolutisht po. Tregon pak po e dim tashmë Mërizi zonave mirë, po me qenë banori këtij fshati, po pse i kam pyet gjithë banorët, me thonë drejtën Altin, për vetë fakti pe krye historisë që e keni me atë Gjergjfishtën, unë po besoj që është po ashtu ndjenje veçantë që i takoni këtij vendi. Këtij vendi që në fakt unë kam pasur edhe kemi edhe këtu që janë vend nga vendet e ndryshme të botës, po e mësojnë historinë edhe veprimtarinë e atë Gjergjfishtës. Për juve si është në fakt, që në këtë vend janë ke nisë me e bo fshatin e Fishtës, vend që mbledh shumë njerëz nga bota. Me thënë drejtën, mrallë para është e pabesueshme, është emocionuese. Në fillimit tona, kur kam filluar me bëj këtë gjë, domethënë unë kam besuar fort. Dhe kishim shumë njerëz që këtu nuk besashin. Që bëhet kjo gjë. Po, që bëhet. Tash sot të tanëve u duket kollaj që vinë njerëzit, mu duket prapë e pabesueshme. Tani jam kthyer unë atë skeptikin, thamë ore si ka mundësi, domethënë për ditë duhet me kap vetin picka me kuptuar që çka po ndodh. Me të thënë drejtën është sak magjike domethënë situata dhe si ka nis, por kjo është thjesht për minimin të njëjtë i mirë, ka filluar duke dhuruar energji pozitive miqve që vinë, edhe duke mundu me komuniku pozitivisht me miqt edhe me bashkëtar, me fermerët, me këtë zonën. Dhe kjo energjia e mirë për minimin tëm të përcjell gjithkohë. Dhe du me ta thënë këtë, kur kam filluar këtu në fillimit e mia, kam pas shumë në shprehje negative se nuk bëhet, është shumë e vështirë. Mrapa ishte kjo ideja se të thoshin që ishte të fol me filanin, thotë një gjë ku i shija është kështu. A din sikur ka qenë dikur, jo, po ky ka qenë spion, ky ka qenë i keq, ky ka qenë hajdut, a din sikur na si i kena ka herë. Unë mendoj se kjo energji negative duhet zhduk. Dhe ti që si fillon e shpreh mirësi, banorët tuaj ta japin 5 fish. Dhe domethënë unë e kam testuar vetë këtë gjë, dhe sot kam rrinë pikën që domethënë sinqerisht ka një bashkëpunim shumë të mirë dhe kena arrit në momente magjike, për shembull një gjë që unë vlerësoj shumë këtu. Ashtë për shumë në ditët e festave, ku kanë festa familjare, unë shoh njerëzit që vinë këtë dugoja jonë me ble produktet tona venen tonë. Dhe është goli më i madh. Ne nuk na kanë kjo gjë shpesh, domethënë gjithmonë e kena përdorur produkte industriale dhe produkte të njëri tjetrit që kena përdorur. Tash kjo ide e bashkëpunimit bashkë. Megjithëse ato nuk i kanë mundësi shpesh me ble, kur i shoh për shembull që bajnë këtë akt magjik për mua, para se sa me eksportuar 1 milion euro ven New York, ma dëshirë kam që ta bleni shishe ven ose i cop djath katonori jam. Se që se blenë bashkëtari jam dhe kojshia jam, është fitesa ma madhe. Dhe në fakt edhe turistikisht to, kjo është challenge që kena dash gjithmonë me rujt. Për shembull na kena shqiptar Kosovës, por kena mis nga këtë bota, okay? Por megjithëse kena mis nga këtë bota, ne duhem fort që kur bajnë të linje raste familjare të mos humim kur fshatarët tonë. Dhe një nga mënyrat për me rujt fshatarët tonë është me rujt çmimin e mirë. Duke rujt çmimin e mirë na duhet me bë pak si shumë numra njerëzish, sepse kur ke çmimin e ulët, por kur nuk duhem mu kthy në një vend ekskluziv,
ku nuk munden dot me ardhë njerëzit tuaj me konsumu një të bakt. Sepse aty mrapa ti kthesh në restorant turistik ku nuk punon për nuk shërben ma komunitetit, por je vetëm për njerëz që vijnë nga jashtë. Dhe kjo nuk më pëlqen. Për kualitet Valla, edhe, jo, për kualitet edhe për cilësi, të paktën unë që e shijova, mbas ata që kanë qenë më herët ose e kanë planë me ardhur këtu, unë ju garantoj që e keni 100%, ju vetëm se jam këtu, ju vetëm se jam përballë teje. Çka më la përshtypje prej fillimit që kemi ardhur këtu, këta staf që janë përballë nesh aktualisht. A i trajnove apo vetë është mirësia atyre që çdo herë janë buzëqeshur. Për një me, unë mendoj që punëtori e ofron ose e largon njeriu. Këta e folë derit që i ki këta, shumë mirë. Dhe zë, ne kena një regull shumë strikt këtu, që duhem edhe pranojmë në punë vetëm njerëz me energji të mira. Absolutisht. Dhe më thënë, unë mendoj që energjitë e mia vlen 10 herë ma shumë se profesionalizmi, dhe kryesurin tonë e kena njëtë mapa, ta di që shqiptarët jenë tonë të mirë dhe profesional. Se gjenë dikant që nuk është i ngoth, ose nuk njihet në vendin e vetë ku shkon, keni biznes ku është një sipërmarrje dhe mënyrë se si të presin, ose se si shërbejnë, do të thotë se nuk e kanë trajtuar si duhet këtë si punëtor. Sepse ta garantojnë Altini se shqiptarët janë shumë të se shumë punëtor. Unë thjesht tyne personave ju kam dhënë hapësinën që duhen dhe jam mundu me dhënë edhe fort respektit, njerëzore, dignitetin, duke i trajtuar mënyrë të barabartë me vetin, dhe jam mundu të paktën nëse kena mundësi. Mendoj që kjo gjë mrapa e ka dhënë frutet e veta dhe kam nxjerr pjesën e mirë në pak që fshihet më në çdo shqiptari. So punëtori ke, pyetja e fundit. So ju ke bën mirë, sepse është mirë me i punësu me një vend tillë. Nuk e di u kam bën mirë, bëjnë mirë ato mu, por gjithsesi ne jena rreth 110 veta. So? 110 persona. 110. Jena 110 sepse ne bëjmë produktet tona, është makineri goxha e madhe kjo, duket i çdo e qetë, por kemi shumë do ne prodhojmë. Tu nuk ka furnitor që na bjen vend, na bjen rrush, na bjen tambel, nuk bjen djath. Edhe kështu që është një mekanizëm shumë kompleks ku na bën me reduktu furnizimet e blemjeve direkte dhe e kthejmë këtë energjinë e parave që na jep klienti në punë për shumë njerëz. Dhe kjo mendoj se është edhe një shembull i mirë që do të merret dhe të kuptohet, sepse unë mendoj që në Shqipëri, në Kosovë, sikur të kishte të paktën një 30% orientim të tillë të sipërmarrjeve mikpritëse, ne nuk do na dilte prodhimi kombëtar. Domethënë, nuk do kishte më probleme të rregullt. Mjafton me pas fokus në prodhimit venas dhe ndryshon komplet perceptimi dhe ekonomia. Dhe du mi u thonë që nuk është se forca e madhe është kur ti vetëm ban biznes dhe shet këtë produktin shqiptar këtu. Por mrapa kur shesim produktin shqiptar këtu është një mënyrë e pafundme promovimit. Për shembull na shesim 50.000 shishe ven. Por kur shet 50.000 shishe ven jashtë Mërizit, se pjesën tjetër e konsumojnë këtu, ato janë promovim, janë histori rrëfimit njerëzve, është një diçka që nuk ndalet kurrë. Kështu që unë kam shumë besim ke produkti vendor dhe mendoj se produkti vendor mundet me kanë zgjidhja e shumë problemeve ekonomike, sociale të një shtetit. Altin, po du më duru për zemrës me rënu ti edhe ky vend, Mërizi Zona dhe këta njerëz që ti i ke të konsum këtu, Somalet, a di bashkë Somalet me rru, edhe ju shkove si qka puna e mbarë, faleminderit për mikpritjen 100 herë, që ose punëtorët e tu e shojnë këtë intervistës, po ta rasën një thonë, jeni dashnia këtij vendi, kështu që vetë kam qenë sikur ta punëtorë, kështu që i çmojshëm. Faleminderit për pritjen edhe për mirësjelljen e juaj. Gjithashtu faleminderit shumë. Jeni fisnik. Patjetër. Zotëri Altin nga Mërizi i Zonave, nuk kam çka më thonë më përpos që me shiju edhe pak kohë sa na kanë mbet në këtë vend. Mërizi i Zonave në Tisht të Lezhës. Emisionit, vetë se erdhi fundi, mirë po jo dhe rrugtimin tim në fshatin Fisht. Aktualisht e kam thonë që jam tek Mërizi i Zonave në këtë fshat. Ka njerëz të shumë të cilët janë mësyrë këtij vendi edhe në këto orë të vona, diku rreth orës 19 të darkës jemi. Ne po qëndrojmë edhe pak, ne po ju ofrojmë pamjet që vijnë nga Mërizi i Zonave. A jemi lodh pak, po kënaqësia e njerëzve që mirësia në fakt që na kanë ofruar sot gjatë tonë ditës. Jam përjetësisht falenderues që këtë emision të parin time në Shqipëri, e konkretisht në Lezhë, e në Fisht, në fshatin Fisht,
e kam realizu te i lumtur, nga mirësia, nga dashnia, nga njerëzit të cilët e dojnë tokën e tyre, me gjitha sfidat, me gjitha problemet që mundën me i pas, ata nuk kanë hequr e madje as nuk hekin dorë kur nga mirësit e këtij fshati e që ata i bojnë vetë. Nga këta që ju po i shenin brapa me, ata janë të rritur në tokën e Fishtës, e lemo sa gjana të tjera që sot në vendin tim ka mu kthy me shumë gjana të tjera. Sigurisht që po e them këtë fjali të fundit duke i ofruar edhe pak pamjen nga mbrizi i zonave. Dua t'i falenderoj të gjitha ata banorë që e shohin këtë emision, po që nuk kam pas rastin me bisedu me ta. Jam dje shumë i kënaqur, e uroj që përmes këtij emisioni me i shku zoni kudo nëpër botë, se mënyra qysh ata të cilët që flasin shqip e duan tokën e tyre, kjo është mënyra më e mirë e mundshme që me i tregu botës se ne jemi shqiptarët edhe jemi tejet të bashkuar. Të paktën ata të cilët nuk e mendojnë këtë gjë përmes këtij emisioni, ky është qëllimi im që me e paraqit gjithmonë tek emisioni Në Votër me Valin. Faleminderit ISP Broadcast që ka realizu me ardhë deri në Fisht e në Shqipëri, e do të jemi në të gjithë fshatrat e tjerë, jemi një.